Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen vetëm të thonë, ne besojmë, pa u vënë në provë. Pi çuditë se ne kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre. Allahu do t'i nxjerrë në pa ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. Allahu i lartësuar na njofton rreth urtësisë së tij të madhe dhe faktit se kjo urtësi kërkon që ai t'i vënë në provë të gjithë ata që thonë, ne besojmë dhe pretendojnë se janë besimtarë. Ai kur nuk do t'i linte pa i provuar me fitnë e vështirësi. Ata gjithmonë do të përballen me dyshime e provokime që do të vënë në pikpyetje imanin e tyre dhe veprat sipas tij. Nëse Zoti nuk do t'i vinte në provë, nuk do të dilnin në pa besimtarët e sinqertë dhe as nuk do të dalloheshin të vërtetën nga gënjeshtarët, atë që mbështesin të vërtetën nga ata që bëhen palë me të kotë. Ky është një rregull që ai e ka vendosur ndër të parë dhe të fundit dhe po kështu edhe në këtë popull. Ai do t'i vënë në provë ata me të mira dhe të këqija, me vështirësi e lehtësi, kur janë plot gjallëri e vullnet dhe kur janë të dobët e të plogësht, kur janë të pasur dhe kur janë të varfër. Ndonjëherë do të lejojë që armiqtë e tyre të kenë forcë dhe përsi kundër tyre. Ai do t'i shohë si do të luftojnë kundër armiqve me fjalë dhe me vepra, e do t'i vërë të kalojnë shumë e shumë sprova të tjera. Por të gjitha këto sprova mund t'i përmbledhin në dy kryesore: 1. Sprovat e dyshimeve që rrezikojnë bazat e besimit të njerëzit. Epshet, të cilat dëmtojnë qëllimet dhe forcën vepruese të robit për të arritur të mirat. Kështu, njeriu ka nevojë që, gjatë këtyre dy llojeve të fitneve, të ketë dy forca: 1. Forcën e detyrisë rreth së vërtetës, me të cilën mbante palë kundër imanit kundër dyshimeve. 2. Forcën e vullnetit, për të qenë i përmbajtur dhe durimtar kundrejt epsheve e poshtërsive, të cilat e largojnë dhe e pengojnë robin nga zbatimi i vullnesave të Zotit dhe profetit e tij, si edhe e pengojnë që të punojë sipas imanit. Kjo forcë e ndihmon atë që të luftojë kundër epsheve të tij. Kjo forcë shtohet me shtimin e adhurimeve dhe ushtrimin e shpirtit dhe trupit me punë të mira dhe adhurime për Zotin. Nëse robi zotëron dhe kultivon këto dy forca, kjo tregon për imanin e tij të saktë dhe korrekt dhe për qëtërsinë e marrëdhëniet me Zotin. Kurse ai që, gjatë furtunës së dyshimeve dhe epsheve, i dorëzohet atyre, kjo tregon se imani i tij është jo i saktë dhe i mungon sinqeriteti, prandaj duhet të kontrollojë qëtërsinë e marrëdhëniet me Zotin. Në lidhje me këto çështje, njerëzit janë të niveleve nga më të ndryshmet dhe aq të shumta, saqë vetëm Zoti i di. E lutim Allahun e madhëruar që të na forcojë me shahadetin në dynja dhe në ahiret dhe të na forcojë këmbët e zemrat tona në fenë e tij. Sprovat janë për njerëzit, ashtu si testi që i bëhet floririt duke e shkrirë, për të nxjerrë skorjet e mbeturinat prej tij. Mendojnë njerëzit se do të lihen të qetë nëse thonë, na kemi besuar. E që ata nuk do të vijen në sprov. U tafsiru sura El-Ankebut, ajet 1. Me të vërtetë, ne i kemi sjellë në sprovë ata që kanë qenë para tyre, e Perëndia do të tregojë për ata që thonë të vërtetën dhe për ata që gënjejnë. U tafsiru sura El-Ankebut, ajet 1. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do të shpëtojnë dënimin tonë? Sa keq po gjykojnë ata. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do të shpëtojnë dënimin tonë? Pi çuditë a mos pa ndejnë ata të cilët nuk mendojnë për gjë tjetër, veç poshtërsive dhe ligësive, se veprat e tyre do të lihen pa u llogaritur dhe se Allahu do t'i lërë pa i marrë në përgjegjësi. A mos pa ndejnë se do të shpëtojnë dënimit të tij? Mos vallo, prandaj edhe u duket e thjeshtë dhe e parëndësishme bërja e këtyre veprave. Sa keq që gjykojnë ata, sa i keq është gjykimi i tyre. Ai është një gjykim i keq dhe i padrejtë, sepse meton manësi e cenim të pushtetit dhe urtësisë së Zotit. Ai meton, gjithashtu, se ata kanë fuqi të mbrohen dhe të shmangen dënimit e Allahut, teksa ata janë krijesat me të dobëta dhe me të pafuqishme. Kush shpreson takimin te Perëndia, me të vërtetë do të arrijë dita e caktuar. E ai i dëgjon dhe i di të gjitha. Kush shpreson takimin me Allahun, në botën tjetër, ta di se dita e caktuar nga ai do të vijë. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Ky ajet u drejtohet atyre që e duan fort Zotin e tyre, që janë të përmalluar për afrimin dhe për takimin me të dhe që nxitojnë e garojnë për të bërë vepra që kënaqin Zotin. O ju fatbarë, që i keni këto cilësi. Bezohuni se takimi me të dashurin është shumë afër. Ai do të vijë dhe çdo gjë që pritet të vijë është afër. Prandaj, përgatituni dhe merrni furnizim për takimin me të. Ecni me vullnet dhe gjallëri drejt tij dhe në rrugën e tij. Le t'ju shoqërojnë në këtë udhtim shpresa për Allahun dhe besimi i palëkundur se do ta takoni atë. Por dije, gjithashtu, se jo çdo kush që pretendon diçka ka për t'ju dhe ajo që pretendon me fjalët e tij dhe jo çdo kush që ndron diçka kanë për t'ju përmbushur ëndra. Dije se Allahu i dëgjon mirë të gjitha zërat dhe i di mirë të gjitha qëllimet e njerëzve. Ai që është i sinqert në atë që kërkon ka për të arritur atë.
por ai që është mashtruese jo i sinqertë, ati nuk kanë për t'i sjellë asnjë dobi pretendimet e tij. Allahu është i gjithditur për të gjithë ata që vlen për ta merituar dashurinë e tij dhe ata që nuk e meritojnë këtë gradë. Kush përpiqet në rrugën e Perëndisë, përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes, se Perëndia, me të vërtetë, është i pavarur prej çdo gjëje. Kush përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes, por ai që lufton dhe përpiqet e bën këtë për të mirën e vetvetes. Ai, në fakt, po lufton për të mbrojtur nga ligësia e vetvetes, e shejtanit dhe e mohuesve armiqësor sepse Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Pasi dobia e kësaj lufte kthehet pikërisht tek ai dhe ai do t'i marrë frytet e kësaj lufte. Allahu është i pasur dhe jo nevojtar për botën. Udhëresat që i ka ligjëruar nuk i ka dhënë për të përfituar ndonjë gjë për vete dhe ndalesat që ka ligjëruar për ta nuk i ka bërë si koprasin ndaj tyre. Dihet mirë se, për të përmbushur udhëresat dhe ndalesat, njeriu duhet të përpiqet dhe të luftojë shumë, sepse në natyrën e tij ai vetëm çahet të tregohet i dobët e i ngadalt. Ai shpesh tregohet i plogësh në arritjen e mirësie, aq më tepër kur shejtanët i arrendojnë dhe ja vështirësojnë diçka të tillë. Po kështu, edhe armiq mohuese pengojnë atë që ta përmbush besimin e tij, si dhe ta shfaqe haptazi dhe me krenari fen dhe besimin e tij, ashtu siç duhet dhe siç është urdhëruar nga Zoti. Të gjitha këto pengesa armiq kërkojnë përpjekje të forta dhe luftë të pareshtur për t'i darëmban. Ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, me siguri do të ushqyejnë te këqijat e tyre dhe do t'i shpërblejmë ata më mirë se punën që kanë bërë. Atyre që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, me siguri që do t'u ushqyejmë te këqijat. Atyre që Allahu bëri mirë si duke i dhënë imanin e pastër dhe forcë të bëjnë punë të mira sipas imanit të tyre, ai ka për t'u ambuluar dhe fshirë të metat, sepse veprat e mira i fshin veprat e këqija dhe do t'u japim shpërblim të madh për veprat më të mira që kanë bërë. Ai do t'i shpërblej për veprat e mira, qoftë ato të detyrueshme, qoftë ato të pëlqyeshme. Këto dy kategori veprash, pra, të uruarat dhe të pëlqyeshmet, janë veprat më të mira që bën robi dhe Zoti na tregon se për ato do të jap shpërblim të mirë, madje edhe më të mirë se sa meriton vetë vepra. Zoti na thotë se do ta shpërblej për veprat më të mira, sepse përveç tyre njeriu bën edhe vepra që janë thjesht të lejuara, ose vepra të tjera që janë jo të tilla. Na e kemi obliguar çdo njeri që t'u bëjë mirë prindërve të vet. Por nëse ata të nxisin ty që të më bësh mua shoki, për të cilën ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të kthehen ju e do t'ju lajmëroj unë juve për atë që keni punuar. Ne e kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindërit e vet. Ne e kemi porositur njeriu që të jetë bamirës me dy prindërit e tij, me fjalë dhe punë të mira për ta. Ai duhet të jetë i vazhdueshëm në këtë punë dhe të jetë shumë i kujdesshëm që kur të mos jetë i vrazhd në fjalë dhe në sjellje me ta. Por nëse ata përpiqen të detyrojnë ty që të më shoqërosh mua, në adhurim dik për të cilin ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata, sepse askush nuk mund të sjellë argument dhe ndonjë dituri në lidhje me shirkun. Kjo tregon ligësinë dhe dënimin e madh të shirkut. Nëse ata të shtyjnë të urojnë për shirki, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të ktheheni të gjithë dhe do t'ju them gjithçka që keni bërë. Unë do t'ju shpërblej për veprat tuaja. Prandaj jeni bamirës me prindërit tuaj dhe bindjuni atyre mbi çdo fjalë e urdhër tjetër, përveç urdhërit të Zotit dhe fjalës së Tij dhe të profetit e Tij. Bindja ndaj prindërve ka përparësi mbi çdo bindje tjetër. Dhe ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, me siguri do t'i radhisin në mesin e të mirëve. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i radhisim në mesin e të mirëve. Ata që kanë besim korrekt dhe të sinqert dhe veprojnë sinqerisht sipas këtij besimi, Allahu i lartësuar u premton se do t'i fusë në xhenet së bashku me robërit besimtar e të mirë, pas profetëve, të sinqertëve, dëshmorëve e punëmirëve. Secilit do t'i japë shpërblim në varësi të gradës dhe nivelit të veprave të tij. Kështu imani i saktë e korrekt dhe veprat e mira të jetuarit sipas tij janë faktore të lumturisë së njeriut. Ai që i ka ato tregon se është prej të zgjedhurëve të Rahmanit dhe robërve të tij punëmirë. Ka disa njerëz që thonë, na besojmë Perëndin. Kur të sillet në shqetësim për Perëndin, ai e konsideron sprovimin e njeriut ashtu si dënimin e Perëndisë. Kur të vinë ndihma prej Zotit tënd, ata, me siguri, do të thonë, na kemi qenë me ju. Vallë, a nuk e di Perëndia më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Ka disa njerëz që thonë, ne besojmë në Allahun. Në ajetet e mësipërme, Allahu i lartësuar na qartëson se ai ka për ta sprovuar çdo që pretendon se ka iman, për të dalluar të sinqertin nga gënjeshtari. Në vijim, Allahu i madhëruar na tregon se ka njerëz që nuk tregojnë durim përballë sprovave dhe janë të paqëndrueshëm ndaj tronditjeve. Ai thotë, por kur vuajnë për çështjen e Allahut, domethënë, nëse për shkak të besimit huaj në rrahje, marrje pasurje, shpifje intriga për t'i kthyer nga feja dhe për të përqafuar të kotën e quaj shtypjen e njeriut sikur të ishte dënim nga Allahu.
për shkak të këtyre, pra, e braktisin imanin dhe bazat e tij. Ndërsa kur u vjen ndihma prej Zotit tënd, ata thonë, ne kemi qenë gjithmonë me ju, sepse kjo u shkon sipas dëshirave. Këta lloj njerëzish janë ata për të cilët Allahu i Madhruar ka thënë, ka njerëz nga ata që adhurojnë Allahun luajshëm. Nëse u vjen ndonjë e mirë, ata qetësohen me të. Por nëse u vjen ndonjë sprovë, ata kthehen në fytyrën e vet të vërtetë dhe kështu humbasin edhe dynjan edhe ahiretin. Kjo është humbja e qartë. Agj 11. Ndërsa këtu thot, vallë, a nuk e di Allahu më së miri se çka në zemrat e çdo kujt. Ai ju njoftoi për këtë grup me këtë cilësi, që ta dini mirë se sa e plot dhe absolute është dija e Zotit dhe sa e gjerë është urtësia e tij. Perëndia, me siguri, do t'i tregojë ata që kanë besuar dhe do t'i tregojë hipokritët. Sigurisht, Allahu i di mirë ata që kanë besuar dhe i di mirë hipokritët. Ai përcaktoi provat e shumta për robërit e tij, që t'i shpërblejë dhe ndihmojë njerëzit, sipas asaj që do të shfaqin me veprat e tyre, e jo thjesht me diturinë e tij, sepse ata mund të arsyetojnë dhe të thonë se, nëse do të sprovoshin, do të bënin durim. Dhe Mohusi të thonë besimtarëve, ndiqni rrugën tonë, e ne do t'i bartim gabimet tuaja. Por, ata nuk janë bartës të asnjë gabitit të tyre, ata, me të vërtetë, janë gënjeshtarë. Allahu i Madhruar na tregon për trillimet dhe intrigat që jo besimtarët përdorin për t'i kthyer besimtarët nga feja dhe i këshillon besimtarët që të mos mashtrohen dhe të bien pre e intrigave të tyre. Ai thotë, ata që nuk besojnë u thonë atyre që besojnë, janë në rrugën. Në fen ton, se gjinohet tuaja do t'i bartin ne. Braktiseni fen tuaj ose një pjesë të saj dhe na pasoni në fen ton, sepse ne ju sigurojmë se gjinohet tuaja do t'i bartin ne. Por kjo çështje nuk ishte në dorën e tyre, prandaj i lartësuari tha, por ata kur nuk do të bartin gjë nga mëkatet e tyre. Kjo lloj marrëveshje, edhe nëse bien dakord palët në këtë dynja, nuk ka për të sjellë ndonjë përfitim. E gjithë çështja është në dorën e Allahut dhe robi nuk mund të veprojë administrojë asgjë pa lejen dhe vullnetin e Allahut. Rregulli dhe ligji i Zotit thotë, askush nuk do të bartë barën e tjetrit dhe njeriu meriton vetëm atë që ka bërë vetë. Nejm 38. Allahu i lartësuar thotë, ata janë gënjeshtarë. Nga kjo fjalë, dikush mund të kuptojë gabimisht se Mohusi që ftoi njerëzit në kufër nuk do të merren në përgjegjësi për këtë vepër dhe për faktin se ata bëhen shkak për gjuna e poshtërsi. Por Allahu i lartësuar na e bën të qartë se çdo kush që bëhet shkak në devijimin e njerëzve dhe për punë të këqija do të ngarkohet edhe me gjunat e atyre që devijon, pa ju paksuar asgjë nga përgjegjësia e vet. Ai thotë, ata Mohusit do t'i bartin brengat e veta dhe bashkë me bregat e tyre, edhe brenga tjera, dhe ata, me të vërtetë, do të pyeten ditën e Kiametit për atë që trillonin. Ata do të bartin veç barën e vet. Ata do të mbartin në shpinë peshën e gjinove të tyre, por do të mbartin edhe, e bashkë me të vetën, edhe barë të tjera. Do me thënë, edhe gjinohet e të tjerve, për të cilët ata janë bërë shkak që të shkojnë në humbje. Si udhëheqësit, ashtu edhe pasuesit, kanë për të marrë se cili peshën e gjinove që kanë bërë. Pasuesi e merr sepse ka bërë ligësi dhe ka ndjekur humbjen, ndërsa udhëheqësi do të marrë të njëjtën peshë me pasuesin, sepse e ka uzuar në ligësi dhe është bërë shkak për devijimin e tij. Po kështu është edhe për rastin e bamirësie. Ai që vepron një punë të mirë merr sevapin për këtë. Po kështu edhe ai që ja mësoi këtij dhe u bë shkak që ai të bëjë vepra të mira, ka për të marrë një lloj shpërblim si i pari, pa i paksuar të parit asgjë nga sevapet e tij, ndërsa ditën e Kiametit do të japin llogari për ato që kanë trilluar. Ata do japin llogari për këtë shpifje dhe për devijimin e njerëzve. Ne e kemi dërguar Nuhun te populli i tij, e ai qëndroi në mesin e tyre 1050 vjet, e i përshiu ata për mbytja nga uji, me që ishin zullumçar. Ne e dërguam Nuhun te populli i vet. Allahu i lartësuar na tregon rreth rregullit dhe ligjit e tij të urtë në dënimin e popujve që mohojnë të vërtetë. Ai na tregon se dërgoi profetin Nuh së te populli i tij, që t'i ftonte ata në të ujit, pra, në adhurimin e Zotit si një të vetëm dhe të ndalonte nga idhujt dhe idhujtaria. Ai qëndroi mes tyre si profet e ftues në rrugën e drejtë për 950 vjet dhe ai qëndroi ndër ata 1000 vjet pa 50. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk rreshti se ftuari dhe asnjëherë nuk u plagështua gjatë këshillimit të tyre dhe përpjekjeve për t'i rregulluar. Ai vazhdoi t'i ftonte ata natën dhe ditën, shetazi dhe haptazi, por ata nuk e gjetën ujin e drejtë dhe nuk punuan të hapnin syt. Ata vazhduan në kufrin dhe shfrenimin e tyre. Atëherë, Nuh u lut kundër tyre me gjithë durimin e tij të pashëmbullt dhe dëmshurinë e tij të rrallë. Ai tha, o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Nëse ti i lë, ata do t'i largojnë adhuruesit e tu dhe prej tyre do të lindin vetë të shfrenuar dhe jo besimtar. O Zoti im, me fal mua, fali prindërit e mi, ata që hynë në shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët e besimtarët. Ndërsa jo besimtar u veshtoi vetë se dëshpërim.
Në 26-28 pikë, por ata I përfshiu përmbytja sepse ishin keqbërës. Ajo ishte një përmbytje e pashëmbullt, gjatë e cilës u zbriti nga qielli dhe buroi nga toka me furi. Allah thot se ata ishin keqbërës, prandaj e merituan dëshkimin. Dhe ne e shpëtuam atë dhe ata që u gjenden në bark dhe e bëm dokument të fuqisë sonë për të gjithë. Ne I shpëtuam atë dhe të tjerët që ishin në anije së bashku me të. Ata ishin besimtarët që kishin hipur në anije së bashku me Nuhun dhe atë pjesë të familjes së tij që e besoi atë. Ne e bëm atë. Anije në argument për të botën. Allahu e bëri këtë anije ose historinë e Nuhut një shenjë të madhe për njerëzit, që ata të marrin mësim se kushdo që mohon profetet, fundi I tyre do të jetë shkatërimi, ndërsa besimtarëve Allahu do t'u sjellë çlirim në çdo ngushti dhe sprovë. Gjithashtu, Allahu I lartësuar e bëri anijen tregues të mëshirës së madhe të tij, që u mësoi njerëzve si ta ndërtojnë e të përfitojnë prej saj. Ai u mundsoi njerëzve gjithçka që kanë nevojë për të ndërtuar dhe përdorur anijet e mjete transportuese të ndryshme. Nëpërmjet tyre, ata mund mbartin mallrat e tyre dhe të udhtojnë në det e tokë. Dhe kujtoi Ibrahimin kur I pa thënë popullit e vet, adhuroni Perëndin dhe duajuni atij. Kjo është nëse miri për ju, nëse e dini. Kujtoi edhe Ibrahimin kur I tha popullit e vet, adhuroni Allah. Allahu I lartësuar na tregon se ai e dërgoi të dashurin e tij Ibrahimin tek populli I tij që t'i ftonte ata të adhuronin sinjet e vet. Ai u tha atyre, adhurojeni Allahun dhe kijeni frikat. Adhurojeni Allahun sinjet e vetëm dhe jeni të sinqert në adhurimin e tij. Zbatojini ato që ju urdhëron Zoti dhe kijeni frikat. Kijeni frikë Allahun dhe ruajuni nga zemërimi dhe ndëshkimi I tij, duke ju larguar ndalesave të tij. Kjo është më e mira për ju. Adhurimi, devotshmëria dhe frika nga ai është më e mirë për ju. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se në lënien e adhurimit mund të ketë ndonjë të mirë. Allahu na tregon se adhurimi dhe devotshmëria ndaj tij është më e mirë për njerëzit, sepse mirësia në dynja dhe në ahiret mund të arrihen vetëm përmes kësaj rruge. Madje mund të themi se çdo mirësi që gjendet në këtë dynja dhe në ahiret është rezultati I adhurimeve ndaj Allahut dhe devotshmërisë së treguar ndaj tij nëse e kuptoni. Nëse e dini dhe e kuptoni këtë fakt, atëherë vendosni me urtësi dhe maturi se çfarë do të zgjidhni për veten tuaj. Pasi I udhëroi për ta adhuruar atë sinjet e vetëm dhe për devotshmëri, Allahu vjen t'i ndalojë nga adhurimi I idhujve duke u qartësuar mangësinë e tyre dhe faktin që ata nuk I meritojnë adhurimet. Ai thotë: Ju, pos Perëndis, me të vërtetë, po adhuroni idhuj dhe po shpifni gënjeshtra. Me të vërtetë, ata që po I adhuroni ju pos Perëndis, nuk kanë pushtet ju furnizojnë juve, andaj, te Perëndia kërkoni furnizimin dhe adhuroni atë dhe falenderoni atij. Tek ai do të ktheheni. Përveç Allahut ju jeni duke adhuruar idhuj dhe trilloni gënjeshtra. Jeni ju që I gdhëni e krijoni ata idhuj me duart tuaja, u vendosni emra, I kurorëzoni si Zota e hyjni dhe pastaj trilloni urdhëresa për t'i adhuruar ata. Nuk ka dyshim se ata që ju I adhuroni përveç Allahut nuk kanë asgjë në dorë për furnizimin tuaj. Ata nuk zotërojnë asnjë lloj cilësie që t'ju bëjë që t'i adhuroni e të meritojnë adhurimin tuaj. Ata nuk kanë asgjë në dorë për furnizimin tuaj. Me sa duket dikush mund të ketë thënë, ne e dim mirë se këta idhuj janë të mangët, të krijuar, që nuk kanë në dorë as dobi as dëm, as jetë as vdekje dhe as ringjallje. Ne e dim mirë dhe e kemi të qartë se askush me të tilla cilësi nuk meriton asnjë krijim madhërimi. Por ja që zemrat kanë nevojë që të kenë dhe të zgjedhin diçka për ta adhuruar e për ta lidhur zemrën me të, t'i lutën për nevojat dhe të bashkë bisedojnë me të, në rast nevoje e vështirësie. Atëherë, Allahu I madhruar u jep një porosi për t'i udhëzuar drejt, atje ku duhet të drejtohen për adhurime, I drejton atje ku adhurimi është I meritueshëm, prandaj vetëm tek Allahu kërkojeni furnizimin. Dijeni se Allahu e meriton ta lini zemrën me të dhe e lehtëson rrezikun. Ai përcakton gjithçka në këtë gjësi. Ai u përgjigjet lutjeve të atyre që I lutën për fen, besimin dhe për dynjan e tyre vetëm atë adhuroni. Vetëm Allahun adhurojeni si një dhe të vetëm, sepse ai është I vetmi plot e absolut në cilësinë e të adhuruarit, se ai ka në dorë të gjithë dobin dhe dëmin. Vetëm në dorën e tij është administrimi dhe rregullimi I çështjeve të krijesave dhe vetëm atë falenderoni. Vetëm atij I takon mirënjohja dhe lavdërimet si një dhe I vetmi, sepse të gjitha të mirat që u janë dhënë krijesave janë prej tij. Çdo ligësi e largim nga ato është largim prej tij, ndërkohë që Allahu është mbrojtësi I tyre. Tek ai do të ktheheni të gjithë. Atë ditë ai do t'ju shpërblejë sipas veprave tuaja. Ai do t'ju njoftoj si për atë që e keni nxjerr haptazi dhe e shfaqet, ashtu edhe për atë që e mbajtet fshehur në dynja. Ruajuni dhe kijeni frikë Zotin që, kur të dilni para tij, të mos dilni të përlyer me idhujtarin tuaj. Punoni e nxitoni të bëni ato punë adhurime që ju ofrojnë tek ai dhe ju mbushin me shpërblime, që do t'ju vlejnë për ditën kur do të ktheheni tek ai. Nëse ju më konsideroni për gënjeshtar, madje edhe popujt e mëparshëm I kanë konsideruar për gënjeshtar pejgamberët e vet.
pejgamberi është i obliguar vetëm që të shpaq artazi. Por, nëse ju mohoni, dijeni se edhe populli para jush ka mohuar, ndërsa të dërguarit nuk i takon gjë tjetër, përveç kumtimit të qartë. Nëse ju e mohoni dhe refuzoni ta besoni të dërguarin ton Muhamedin, se në atë që ju fton, atëherë dijeni se shumë popujt e tjerë para jush i mohuan profetët që u dërguan ndërta dhe po kështu e refuzuan ftesën e tyre për të pasuar të vërtetë. Por mbi ta goditi dënimi i Allahut dhe zemërimi i tij. Profeti ynë ka detyrë vetëm t'ju kumtojë qartë shpalljen e Zotit dhe ai e bëri këtë. Marr nga tefsiri Mujeser. Vallë, a nuk e rejtin ata se si Perëndia i zufil krijesat prej asgjëje e pastaj përsëri i kthen në jetë pas vdekjes. Kjo, me të vërtetë, për Perëndin është lehtë. A nuk shohin ata se si e nis Allahu krijimin e pastaj e përsërit atë? Ai do ta rikthejë këtë në ditën e Kiametit. Padyshim, kjo është e lehtë për Allahun. Sikur se ka thënë i lartësuari, është ai që e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë, e kjo përsëritja është edhe më e lehtë për të. Rum 27. Nëse ata tregojnë e shprehin ndonjë dyshim rreth krijimit të Zotit dhe fillimit të këtij krijimi, atëherë thuaj, udhtoni nëpër tokë botë dhe shikoni se si ka zënë ai fillim krijesave prej asgjëje e pastaj Perëndia u jep gjallëri për të dytën herë. Me të vërtetë, Perëndia është i pushtetshëm për çdo gjë. Thuaj, udhtoni nëpër tokë e shikoni se si filloi krijimi. Udhtoni me trup dhe me shpirt, dhe shikoni se si filloi krijimi. Ju do të zbuloni se kështu është jeta. Popullata njerëzish e kafshësh që vinë e ikin nga kjo botë, ata dalin në këtë jetë, rriten dal nga dal dhe pastaj zhduken. Shiko se si edhe bimët dalin e zhduken e kjo përsëritet e përsëritet. Po kështu formohen ret, fryn erërat të ndodh çdo gjë në këtë dynja, ndodhin dhe rindodhin në mënyrë të vazhdueshme. Çdo gjë fillon jetën, vazhdon, vdes dhe rifillon nga e para. Madje, mjafton të shohësh gjumin ose vdekjen e vogël. Në ata i mbulon të gjithë, në errësirën e saj dhe ata bien në qetësi, veshin lëvizjet, shuan zërat dhe i shejnë në strehet dhe shtetërit e tyre si të vdekur. Kështu vazhdojnë për gjithë natën, derisa çel lagimi, kur ata përmenden nga ajo qetësi dhe ringjallen nga vdekja e tyre e vogël, duke thënë: Elhamdulillah, ledha janë abade ma e matena u i lejin, nushur. I gjithë lavdërimi i qoftë Allahut, i cili na ngjalli pasi na bëri të vdisnim dhe vetëm tek ai do të tubohemi. Duke na uzuar të shohim rifillimin e krijimit në këtë dynja kohë pas kohe, Allahu na sjell argument për pushtetin e tij për të ringjallur krijesat ditën e gjykimit, prandaj thotë, kështu do ta bëj Allahu krijimin tjetër. Ditën e ringjalljes. Atë ditë, ai do të na ringjallë për herë të fundit, se nuk ka me vdekje ose gjumë me pas, por do të ketë përjetësinë e xhenet ose në xhenem. Allahu ka fuqi për çdo gjë. Asgjë nuk mund të shpëtojë dhe fshihet pushtetit e tij. Ashtu siç është i plot pushtetshëm që e filloi krijimin, po ashtu edhe rikthimi është nën pushtetin e tij. Madje kjo është edhe më e thjeshtë. Ai ndeshkon atë që don ai dhe mëshiron këtë doj ai, dhe te ai do të ktheheni. Ai ndeshkon atë që do dhe mëshiron atë që do. Ai është i vetmi që ka në dorë ligjin e shpërblimit dhe ndeshkimit. Sipas këtij ligji, ai do t'i shpërblej dhe do t'i mëshirojë të bindurit dhe, nga ana tjetër, do t'i ndeshkojë dhe lërë në dëshpërim të pabindurit dhe tek ai do të ktheheni të gjithë. Do të ktheheni në jetën tjetër, kur do të zbatohen ligjet e ndeshkimit ose të mëshirës së tij. Bëni, atëherë, unë në bindje ndaj tij. Bëni ato që Zoti i ka caktuar si shkak për arritjen e mëshirës së tij dhe largoni nga poshtërsitë dhe mosbindja ndaj tij, që ai ka bërë shkaqe për ndeshkimin. Ndeshkimit e tij nuk mund të shpëtoni as në tokë as në qiell, e pos Perëndis, nuk keni as mbrojtës as ndihmës. Ju nuk mund të shpëtoni atij, Allahut as në tokë e as në qiell, o ju që e keni mohuar të vërtetën. Kur mos mendoni se Allahu është i pavëmendshëm ndaj jush dhe poshtërsive tuaja dhe dijeni se kur nuk keni për të shpëtuar Allahut, as në tokë dhe as në qiell. Mos ju mashtrojnë hilet që ju janë zbukuruar në sytë tuaj dhe forca juaj në këtë dynja. Asgjë nuk mund t'ju shpëtojnë nga dënimi i Allahut dhe nuk keni për të gjetur vend për t'ju fshehur dënimit të tij. Dhe, përveç Allahut, nuk keni për të gjetur asnjë mbrojtës apo ndihmëtar. Përveç Allahut, askush nuk do të mund t'ju bëjë ndihmëtar, që t'ju mundsojë ndonjë të mirë dinjaje ose fetare dhe as mbrojtës, që t'ju shpëtojë e ruaj nga ndonjë e keqe. Ata që mohojnë ajetet e Perëndisë dhe takimin e tij, të atillët e kanë humbur shpresën në mëshirën time dhe për ta do të ketë dënim të dëmshëm. Ata që nuk besojnë në argumentet e Allahut dhe në takimin me të, në botën tjetër, e kanë humbur shpresën për mëshirën time dhe i pret një dënim i dëmshëm. Allahu i madhruar na tregon se cilët janë ata që u privuan nga çdo e mirë dhe u zhytën në çdo sherr e liksi. Ai na tregon se këta janë ata që nuk e besuan atë dhe profetët e tij. Ata nuk i besuan shpalljet e tij dhe e quajtën gënjeshtër takimin me Allahun. Ata ishin të dhënë tërësisht dhe vetëm pas dinjas. Kjo i bëri të zhyteshin në atë lum shiku e poshtërsish.
Në zemrat e tyre nuk kishte frikë nga ndëshkimi dhe përfundimi i keq i rrugës së tyre. Prandaj Allahu i lartësuar thotë, e kanë humbur shpresën për mëshirën time. Ata nuk bën as edhe një punë të vetme që t'i afronte pranë mëshirës së Allahut. Nëse do të sinonin dhe kishin ndonjë qëllim për të arritur e fituar mëshirën e tij, do të bënin për këtë çdo punë të cilën fitohet mëshira e tij. Të humbësh shpresën nga mëshira e Allahut është nga veprat më të këqija, por kjo shfaqet në dy forma. 1. Që humbja mohuese, e cila i bën ata që të lënë çdo punë të mirë që i afron afër mëshirës së Zotit. Dhe shpresë humbja e gjinaqarave. Për shkak të veprave të shumta të këqija, zemrat e tyre pushtohen kjo ndjenjë rrezikshme. Allahu i madhruar thot pastaj dhe i pret një dënim i dhëmshëm. Ata do të kenë një dënim të dhëmshëm dhe të hidhur. Me sa duket, këto ajete trajtojnë një subjekt tjetër që është ndërfutur mes fjalëve të Ibrahimit drejtuar popullit të tij dhe përgjigjes që ai u dha atyre. Allahu është më i ditur për gjithçka. Populli i tij nuk patën kurfar përgjigje përveç se thanë, mbiteni ato se dëgjeni. Por Perëndia e shpëtoi atë nga zjarri. Këto janë në të vërtetë argumente për popullin që beson. Përgjigjja e popullit te Ibrahimit nuk që gjë tjetër përveç se rriteni. Ibrahimi nëse digjeni atë. Ibrahimi e ftoi popullin që ta pranonte ftesën e tij dhe të përfitonin nga udhëzimi që ai kishte sjellë prej Zotit dhe këshillat e tij. Ai këshilloi të shihnin mirësitë e Allahut dhe, mbi të gjitha, mirësinë e dërgimit të tij tek ata si profet. Por ata nuk ju përgjigjen atij, madje reaguan me përgjigje më të keqe, duke thënë, rriteni Ibrahimin ose digjeni atë. Ata vendosën ta vrisnin me mënyrë më të tmeshme. Ata kishin pushtet që ta zbatonin vendimin e tyre, prandaj e hollën në zjarri Ibrahimin asë. Por Allahu e shpëtoi atë prej zjarrit. Allahu e shpëtoi nga zjarri, siç i shpëton ai të dashurit e tij, që i adhurojnë atë me sinqeritet. Çdo gjë është në dorën e Allahut të lartësuar dhe vepron vetëm me lejen e tij. Këtu ka vërtet argumente për njerëzit që besojnë. Ata janë besimtarë, prandaj e di mirë dhe janë të bindur për vërtetësinë e asaj që sollën profetët për bamirësinë dhe dëshirën e tyre të madhe për të këshilluar, përgulluar e udhëzuar njerëzit. Ata janë të bindur se çdo fjalë e udhëzim tjetër, veç atij të profetëve, është i kotë dhe i devijuar. Të gjithë kundërshtarët e profetëve duket sikur janë në një fjalë për të kundërshtuar dhe mohuar profetët. Ndër këshillat e shumta që u dha Ibrahimi ishte edhe fjala. Dhe Ibrahimi tha, ju, me të vërtetë, keni marrë, os Perëndis, adhurimin e idhujve për shkak të dashurisë në mes jush në këtë jetë. Në ditën e Kiametit do ta marrni njëri tjetrin. Dhe strehimoria juaj është zjarri, dhe s'ka për ju kurfar ndihmësi. Ai Ibrahimi tha, ju adhuroni përveç Allahut edhe idhujt vetëm për të kënaqur njëri tjetrin në jetën e kësaj bote. E gjithë kjo nuk është asgjë më shumë se sa thjesht një lloj afrimiteti dhe kënaqësie që e përjetoni në këtë jetë, që shumë shpejt do të përfundojë. Por ditën e Kiametit ju do të mohoni dhe mallkoni njëri tjetrin. Fundi juaj do të jetë zjarri dhe për ju nuk do të ketë asnjë ndihmëtar. Atëherë, si lidheni dhe e doni dikë që e dini mirë se do të distancohet prej jush dhe do t'ju mallkojë. Pikëçuditëse edhe adhuruesit, edhe të adhuruarit do të distancohen nga njëri tjetri e do të mallkojnë njëri tjetrin. Si lidheni me këta idhuj, kur të gjithë do të jenë në zjarr dhe askush nuk do të mund t'ju ndihmojë e shpëtojë nga ai. Luti besoi atij Ibrahimit dhe Ibrahimi tha, unë do të emigroj te Zoti jem, me të vërtetë, ai është i plotëfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Luti e besoi atë Ibrahimin që tha, unë do të mërgoj për atje ku më udhëzoi Zoti im. Ibrahimi vazhdoi të ftonte popullin e tij, por ata vazhduan me inatin dhe mosbesimin e tyre. Ftesës së tij i u përgjigj lutja A.S. të cilën Allahu e zgjodhi për ta bërë profet dhe e dërgoi te populli i vet. Ibrahimi A.S. kur vëreti se ftesa e tij nuk po sillte ndonjë dobi te populli i vet, tha, unë do të mërgoj për atje ku më udhëzoi Zoti im. Ai u largua nga ai vend i keq për të shkuar në tokën e bekuar, në tokën e Shamit. Ai është i gjithfuqishëm i urti. Ai është ngallënimtar dhe ka gjithë pushtetin që t'ju udhëzoj ju. Por ai është edhe hakim i urtë dhe prej urtësisë së tij nuk dëshit që t'ju udhëzoj. Pas se Ibrahimi u largua prej atij populli, Allahu i lartësuar nuk përmend se i shkatërroi ata. Këtu përmendet vetë se largimi i Ibrahimit A.S. Për sa i përket izraelitëve, që tregojnë se Zoti u hapi atyre një portë dënimi me mushkonja, të cilat u pinin gjakun dhe i hanin mishin, duke u sharosur nga i pari tek i fundit, këto nuk mund t'i themi derisa të kemi argument nga shariati i besueshëm, por që faktikisht nuk ka. Nëse Allahu i lartësuar do ta kishte shfarosur me ndonjë dënim, do ta kishte përmendur diçka të tillë, ashtu siç ka përmendur shkatrimin e popujve të shkuar. Mbase shkak për këtë mund të jetë fakti që Ibrahimi ishte i dashuri me i afërt i Allahut dhe, si i tillë, ishte njeriu më i mëshirshëm, më i miri, më i zgjedhuri dhe i dëmshuri, prandaj edhe ai nuk u lut kundër tyre, ashtu siç u lutën profetët e tjerë.
Përjetimisht, Allahu i lartësuar nuk zbriti në dëshkim gjithëpërfshirës në këtë rast. Për diçka të tillë tregon edhe fakti që ai filloi të fliste me melekët edhe rreth mundësisë për të mos dhe dënuar popullin e Lutit. Megjithatë, Allahu është më i ditur për atë që ndodhi. Dhe ne ja kemi dhuruar Isakun dhe Jakubin dhe pasardhësve të tij u kemi dhënë profetnin dhe librin e i kemi dhënë atij shpërblimin në këtë botë. Me të vërtetë, ai edhe në jetën tjetër do të jetë prej njerëzve të mirë. Ne i dhuruam Ibrahimit Isakun dhe Jakubin, pasi u shpërngull dhe emigroi për në Sham dhe ndër pasardhësit e tij zgjullën profetët dhe shpallën librat e shenjtë. Pas Ibrahimit, të gjithë profetët ishin pasardhës të tij. Zinxhiri i profetëve u mbyll me profetin e fundit, Muhamedin Asa. Kjo është nga mirësitë më të mëdha e prestigj, pra që Allahu i lartësuar të kufizojë mbartësit e udhëzimit, mëshirës, lumturisë e shpëtimit të njerëzve në pasardhësit e tu. Në duart e tyre u udhëzuan njerëzit, besuan besimtarët dhe bën punë të mira bamirësit. Ne i dham atij shpërblimin në këtë botë, ndërsa në botën tjetër ai do të jetë ndër më të mirët. Allahu i dhuroi një grua shumë të bukur, furnizim të boshëm dhe gradë të lartë. Madje, ai dhe Muhamedi Asa ishin më të mirët adhurues të Zotit dhe në gradat më të larta. Kështu, Allahu i madhruar bashkoi tek ai lumturinë e dynjas dhe të ahiretit. Ai i dhuroi fëmijë që t'i ja kënaqte sytë dhe zemrën. I mundsoi të njihte Allahun dhe ta tonte atë, të kthehej tek ai me adhurime e përkushtime e të ishte i bindur ndaj tij. Dhe kujtoje lutin kur i tha popullit e vet, ju me të vërtet bëni so marzira çfarë askush para jush nuk ka bërë në botë. Me par u përmend se luti Asa e besoi Ibrahimin Asa dhe u bën nga pasuesit e tij. Është përmendur se ai nuk ka qenë nga pasardhësit e Ibrahimit Asa, por ishte djali i vëllait të Ibrahimit. Por si ta kuptojmë fjalën e Allahut kur tha, dhe ndër pasardhësit e tij zgjullën profetët dhe shpallën librat e shenjtë. Ky ajet, edhe pse është i përgjithshëm që përfshin të gjithë profetët pas Ibrahimit Asa, ai nuk bie ndesh me faktin se Luti ishte profet, sepse ajeti është sjellë në një kontekst lavdërimi për Ibrahimin. Nga ana tjetër, Allahu na përmendi se Luti ishte nga ata që u udhëzuan në duart e Ibrahimit dhe, sigurisht, ai që u udhëzuan në duart e Ibrahimit është më i plot se ata që u udhëzuan në duart e pasardhësve të tij, në aspektin e gradës dhe rëndësisë së mësuesit të udhëzuesit të tyre. Allahu është më i ditur. Kujtoni gjithashtu lutin. Ai tha popullit e vet, ju bëni një punë shumë të shëmtuar, që askush para jush nuk e ka bërë në tërë botë. Kështu, Allahu i madhruar e dërgoi lutin tek populli i tij. Përveç kërkut, ndërta ishte përhapur poshtërsia e homoseksualitetit, grabitja, plashkitja e pirateria. Në tubimet e tyre, ata bënin shumë turpe. Kështu, luti Asa i këshilloi për këto turpe e poshtërsi që bënin. Luti ishte bashkëkohës i Ibrahimit. Bëni marrëdhënie seksuale me meshkuj, pengonin ndërprerni rrugët me të keqia dhe në tubimet tuaja bëni punët me të ndita. Populli i tij nuk patën kurfar përgjigje, përveç se thanë, ajt, si na dënimin e Perëndis nëse thua të vërtetën. Ju kontaktoni me meshkujt, sulmoni njerëzit në rrugë dhe në vendubimet tuaja bëni punë të liga. Ai u fori për të logjikuar, për të parë se sa të shëmtuara ishin ato punë që bënin dhe se dënimi ku po e gjysnin veten ishte shumë i dëmshëm, por ata nuk e dëgjuan dhe nuk morën mesim. Por përgjigjja e popullit të tij ishte, na sill dënimin nga Allahu nëse thua të vërtetën. Atëherë, kur lutja se dhe humbi shpresën se mund të udhëzoheshin dhe e kuptoi se ata e meritonin dënimin, duke u dëshpëruar për mohimin e tyre, u lut dhe tha: "Tha luti, o Zoti im, më ndihmo kundër popullit ngatrestar." Ai tha: "O Zoti im, më ndihmo kundër këtij populli që ka kaluar çdo kufi në gjinah." Dhe Allahu i lartësuar i përgjigj lutjes së tij. Dhe kur të dërguarit ton engjëjt i sollën si ariç Ibrahimit, thanë: "Na do t'i zgjidhim banorët e këtij vendbanimi, sepse banorët e tij janë zullumçar." Kur të dërguarit tanë, melekët i quajnë Ibrahimit lajmin e mirë, i thanë: "Ne kemi për të shkatëruar banorët e këtij qyteti, sepse ata janë keqbërës." Kështu, Allahu i lartësuar dërgoi melekët për të shkatëruar popullin e Lutit. Para se të përmbushnin misionin, ata kaluan nga Ibrahimi Asa dhe e përgëzuan për lindjen e Isakut dhe më pas për lindjen e Jakubit birit të Isakut. Ibrahimi i pyeti për ku ishin nisur dhe ata i treguan se ishin nisur për të shkatëruar popullin e Lutit. Atëherë, Ibrahimi filloi të fliste me ta për ta larguar dënimin dhe u tha: "Tha Ibrahimi, me të vërtetë, në mesin e tyre është Luti." Ata thanë: "Na e di mirë atë që është në mesin e tyre. Na do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij, përpos gruas së tij. Ajo do të jetë me ata që janë për dënim." Ibrahimi tha: "Por aty është Luti." Ata i thanë: "Ne e dimë më mirë se kush është ati. Ne do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij, që do të mbetet me të zgjukurit." Melekët i thanë: "Ne e dimë më mirë se kush është ati. Ne do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij,
përveç gruas së tij, që do të mbetet me të zhukurit. Pastaj ata vazhduan, derisa shkuan tek Luti, i cili u ndjen ngushtë dhe i frikësuar për mbërritjen e tyre, sepse nuk i njihte ata. Kur të dërguarit ton i erdhën Lutit, u shqetësua ai për ardhin e tyre e u shtrambua. Dhe ata i thanë, mos u friko dhe mos u brengos. Na do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, po gruas tënde. Ajo do të jetë me ata që janë për dënim. Kur të dërguarit tanë shkuan te Luti, ai u shqetësua dhe ndjeu veten të pafuqishëm për t'i mbrojtur ata. Por ata i thanë, mos ki frikë, as mos u trishto. Ne do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas sate, që do të mbetet me të dënuarit. Ai mendoi se ishin udhëtar dhe pati frikë për ta nga sheri i popullit e tij. Por ata i thanë, mos ki frikë, as mos u trishto. Ne do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas sate, që do të mbetet me të dënuarit. Pastaj e njoftuan se ata ishin të dërguarit e Zotit dhe i thanë, me të vërtetë, mbi banorët e këtij vendbanimi do të lëshojmë dënimin nga qielli, nga se ata janë të korruptuar. Ne do të lëshojmë mbi banorët e këtij qytetin një dënim nga qielli, për shkak se ata bëjnë punë të liga. Prandaj e urdhëruan Lutin që të nisej që herët në udhëtim së bashku me familjen e tij. Kur agoi dita, Allahu i Madhëruar e përmbysi si atë vend dhe lëshoi mbi ta një shitë pa ndërprer gurësh të ndezur derisa i shfarosi. Ashtu mbeten si një histori për t'u treguar ndër njerëz dhe si mesim për ata që marrin mesim. Dhe prej tij kemi lënë një dokument të dukshëm për popullin që mendon. Ne kemi lënë një argument të qartë nga ai vend për çdo popull që mendon. Lam gjurmë nga gërmadhat e vendvanimet e popullit të Lutit, gjurmë të qarta për njerëz që kuptojnë me zemrat e tyre dhe përfitojnë nga shenjat e Zotit. Siç thot Allahu i Madhëruar në një ajet tjetër, edhe ju o banorët e Mekës, me siguri kaloni aty pranë gjatë mëngjesit dhe në mbrëmje. A nuk po logjikoni atëherë? Safat 137, 138. I kemi dërguar edhe Medjenit vellon e tij Shuaibin, e ai ka thënë, o populli im, adhuroni Perëndin, shpresoni në ditën e Kiametit shpëtimin dhe mos bëni keq në tokë, si nga tërëstar. Edhe në Medjen ne dërguam vellon e tyre, Shuaibin, i cili u tha, o populli im, adhuroni Allahun, kini frikë ditën e fundit e mos përhapni shkatërin në tokë. Medjeni ishte një fes i njohur dhe i përhapur. Allahu i Madhëruar dërgoi Shuaibin ndër ta. Ai e urdhëroi për të adhuruar Allahun e lartësuar si një të vetëm e të pashoq. Ai e urdhëroi të besonin në ringjallje dhe të shpresonin në premtimet e Zotit. Ai e urdhëroi të besonin, të përgatiteshin për ditën e takimit dhe të largoheshin nga veprat e këqija që sjellin shkatërimin e tokës. Ata hanin në peshë dhe cënonin të drejtat e njerëzve. Ata, gjithashtu, ishin kusar rrugësh që grabisnin njerëzit dhe karvanet e tyre. Por ata e mohuan Shuaibin, prandaj i kapi dënimi i Allahut. Por ata e përgjigjështruan atë, e i goditi ata tërmetit mëshëm dhe ata kdhin në shtëpitë e tyre të vdekur e të gjunizuar. Ne i shkatëruam edhe atë të Themudët, vendbanimet e të cilëve ju i dini. Po kështu vepruam me Adin dhe Themudin dhe ju e dini atë histori. Tashmë ju i keni parë dhe dëshmuar me sytë tuaj disa nga vendbanimet dhe rënojat e vendit ku ata jetuan. Profetët u erdhën atyre me shenja të qarta e shumë të dobishme, që të hapnin sytë dhe të arsiturin drejt, por ata i mohuan ato dhe polemizuan pa drejtëse kundër të vërtetës. Shejtani u zbukuroi veprat e tyre dhe i shmangu nga e vërteta, edhe pse arritën ta shihnin. E kuptonin qartë atë. Shejtani u zbukuroi veprat e tyre, prandaj dhe menduan se prije dhe kocit e tyre ishin më të mira se ajo që u solli profet. Dhe kujtoi Adin dhe Themudin, e ju e kishit të qartë çka ka ndodhur me shtëpitë e tyre. Atyre, djalli u ka zbukuruar veprat e tyre, e madje i ka shmangur nga rruga e drejtë, edhe pse kanë qenë larpamës. U tefsiru sure El, Ankebut, ajet 37, dhe kujtoje Karunin dhe Faraonin dhe Hamanin. Me të vërtet, atyre u ka ardhur Musaj me dokumentet e qarta, e që ata u mendjemallsuan në tokë dhe nuk i shpëtuan dënimit. Kujtoni edhe Karunin, Faraonin dhe Hamanin. Po kështu vepruan Karuni, Firauni dhe Hamani, kur Allahu i Madhëruar dërgoi ndër ta Musajin, birin e Imranit, me shenjat e qarta dhe fakte të pamohueshme. Por ata nuk i nështruan të vërtetës. Ata u treguan kryeneqa dhe të padrejt me njerëzit. Ata u bërë armiq të së vërtetës duke e refuzuar atë, prandaj nuk i shpëtuan dëshkimit. Musaju solli atyre argumentet e qarta, por ata u treguan kryeneqe, prandaj nuk mundën të shpëtonin dënimit. Kur nuk mund të shpëtonin dhe shmangeshin dënimit të Allahut, prandaj nuk mbeti gjë tjetër veç se të dorëzoheshin dhe të poshtroheshin. Ne të gjithë i kemi dënuar për mëkatin e vet. Ne, disave u kemi dërguar fortunën dhe disa të tjerë i ka goditur zëri i tmeshëm, ndërsa disa prej tyre i kemi sharuar në tokë e disa prej tyre i kemi fundosur në ujë. Perëndia nuk u ka bërë atyre zullum, por ata vetes i kanë bërë zullum.
Secilën prej tyre e dënuam për krimin e vet. Secilën nga këta popujmohu se dënuam sipas asaj që merituan dhe me një ndeshkim që u shkonte për shtat. Kështu, disa prej tyre ne i dënuam me fortunë të fuqishme. Me e beshkurësh, disave u dërgoi fortunë shkatërimtare, siç veproi me popullin e Atit, ndërsa Ati u shkatërua me një stujë të fuqishme të gjurshme, që ai e lëshoi kundër tyre 7 e ditë rresht. Sikur të shijë njerëzit që shëmbeshin për dhe, si të ishin trungje humash të zavruara. Aka 6, 7 pik disa i shkatërua me krisma të forta nga qielli. Kështu bëri me popullin e profetit Salih, siç thotë i lartësuari, sa i përket të mudit, ata u shkatëruan me një ushtim të tmeshme. Aka 5 pik kurse disa të tjerë i fundosëm në tokë. Siç bëri me Karunin dhe disa i mbytëm në ujë. Siç bëri me Firaonin, Amanin dhe ushtrinë e tyre, nuk që Allahu ai që u bëri atyre pa drejtësi. Është e pavërtet dhe nuk i shkon urtësisë dhe drejtësisë së Allahut që t'u bënte pa drejtësi atyre. Allahu është i plot dhe absolut në drejtsinë e tij dhe është i pasur dhe jo nevojtar për krijesat e tij, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Ata e provuan vetveten nga e vërteta që ju ofrua. Ata u krijuan që të adhurojnë Allahun si një të vetëm, por sa e poshëruan vetveten duke u marrë jo me atë për të cilën u krijuan. Ata u zhytën në përmbushjen e epsheve dhe gjinoave, duke i shkaktuar vetes një dëm shumë të madh, madje duke menduar se ishte në të mirën e tyre. Shembulli i atyre që kanë marrë ndihmës, pos Perëndis, është si shembulli i Marimangës, e cila ka ndërtuar për vete shtëpinë për t'u ruajtur, e shtëpia më e dobët është rrjeti i Marimangës. Sikur ta dinin këtë ata. Shembulli i atyre që marrin idhujt për mbrojtës veç Allahut, është ajo Marimanga që thotë: për vete një shtëpi. Ky është një shembull rreth atyre që adhurojnë idhuj veç Allahut të lartësuar, për të gjetur krenari, mështeja dhe dobi. Ai na tregon se çështja është tërësisht ndryshe. Ai i shëmbëlleu ata me një merimangë që ndërton shtëpinë prej rrjete. Por a mund të shërbejë një shtëpi e tillë për të ruajtur nga nxehta, e ftohta dhe rreziqet? Dihet se, por më e dobët shtëpi është ajo e merimangës, nëse do ta dinin. Merimanga është nga krijesat më të dobëta dhe shtëpia që ajo thurë është nga më të dobëtat. Ajo veç se ja shton asaj dobësinë. Të tillë janë ata që zgjedhin për vete mbrojtës e të adhuruar të tjerë veç Allahut. Ata vete, dhe po kështu edhe idhujt e tyre, janë të varfër, të dobët e të pafuqishëm në të gjithë aspektet. Duke qenë se ata zgjedhin të dobëtit për mbështetës dhe mbrojtës, kjo ka për të shtuar veç dobësinë dhe pëshërimin. Këta të mirë mbështeten dhe i varin shpresat tek ato krijesa të dobëta në shumë çështje që i duan dhe synojnë që t'i arrijnë. Ata u alën tërësisht në dorë çështjet atyre krijesave të dobëta e të varfëra, duke menduar se ata do t'i ndihmojnë dhe do t'i përmbushin ato, por befasohen kur ata i tratojnë dhe i lënë në bat. Kështu nuk arrin të përmbushin asgjë nga ato që synojnë dhe nuk marrin asnjë ndihmë që shpresonin. Sikur të shihnin me dije urtësigjendjen dhe dobësinë e vetvetes dhe të atyre që i marrin si mbështetës dhe ndihmës, kur nuk do të mbështeteshin tek ata. Përkundrazi, do të rrinin sa më larg tyre dhe do t'i mbështeteshin vetëm Zotit të plotfuqishëm dhe mëshirëplot, i cili, nëse robi e zgjedh si mbështetësin dhe mbrojtësin e tij dhe i mbështet plotësisht atij, ai ka për t'i mjaftuar për çështjet e dinas dhe të fesë. Allahu ka për t'i jashtuar fuqinë mbi fuqinë që i ka dhënë. Do t'i jashtoj fuqinë trupore e shpirtërore dhe do t'i ja bekoj veprat e tij. Me pas, i lartësuari na tregon se idhujt e idhujtarët janë shumë më të dobët se sa u përmend më sipër, madje tregon se ata janë një hiç. Me të vërtetë, Perëndia i di të gjitha ato që i adhurojnë ata, posa Atij. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Allahu e di çfarë. Kocërash adhurojnë ata veç Tij. Ata i janë thjesht emra të vendosura nga ata vetë dhe iluzione që ata i krijojnë me mendje. Por nëse robi mendohet me kujdes, del në pakotësia dhe fakti se ata janë të pavërtetë. Allahu i lartësuar është ai që di të fshehtën dhe atë që shfaqet dhe ai di mirë se ata janë duke ju lutur diçka që nuk ekziston. Siç thot në një ajet tjetër, ata idhujt nuk janë gjë tjetër, vetëm se emra, që ju dhe prindërit tuaj i keni caktuar. Allahu nuk zbriti për ta ndonjë fakt, por ata ndjekin vetëm amendësimet dhe dëshirat e veta, megjithse u ka ardhur udhëzimi i qartë prej Zotit të tyre. Nejm 23. Ai është ngallënimtari i urti. Atij i takon i gjithë pushteti dhe fuqia dhe me pushtetin e tij ai ka ngallënyer mbi të gjitha krijesat. Ai është i urti, i cili vendos gjërat në vendin e vet. Ai e ka përkryer krijimin e vet dhe e ka bërë në formën më të bukur. Çdo urdhër e ligjit i tij është drejtësi e mirësi. Dhe këta shembuj ne u paraqesim njerëzve, por këta nuk i kupton kush, pos dietarave. Këta janë shembuj që ne i sjellim për njerëzit, por vetëm ata që kanë dije i kuptojnë ato. Shembuj për të mirën e për të lehtësuar njohurit. Ato i sjellin çështjet konceptuale me pranë shisave dhe i bëjnë më të dukshme dhe të kuptueshme ato. Nëpërmjet tyre merret kuptimi i synuar.
Ato janë nga rrugët më të dobishme të kuptimit të saktë të njohurive për të gjithë njerëzit. Sjellja e shëmburë është mënyra më e mirë e të kuptuarit, por ata që i kuptojnë vërtet me zemër janë vetëm ata që Zoti i quan alimun të diturit, që ditëria ju ka hyrë thellë në zemër. Ky ajet është një tregues i rëndësisë dhe dobisë së madhe të këtyre shëmburëve që Allahu i Madhëruar sjell në Kurani dhe një nxitës për të medituar rreth tyre. Gjithashtu, ajeti është edhe një lëvdat për ata që meditojnë dhe i logjikojnë drejt këta shëmbuj. Të medituarit dhe nxjerrja e mësimeve nga këto shëmbuj është tregues se ata janë dietar. Po ashtu, nga kjo kuptohet se ata që nuk i kuptojnë e nuk logjikojnë rreth tyre nuk janë dietar. Shka për këtë konstatim është fakti që Allahu i lartësuar i ka sjellë këto shëmbuj në Kurani për të treguar çështje mallore dhe shumë të rëndësishme prej qëllimeve të larta. Dhe ata që janë të ditur e kuptojnë se të tilla çështje janë më të rëndësishme se çështjet e tjera, për të cilat nuk janë sjellë shëmbuj. Rëndësia duket në faktin që Allahu i Madhëruar i ka dhënë më shumë shpjegim e trajtim se të tjerat dhe ka nxitur që ato të meditohen dhe logjikohen me kujdes. Madje ka urdhëruar që robërit të shpenzojnë çdo kapacitet mendor për të mësuar mesazhin e kuptuar. Kështu, ata që nuk logjikojnë dhe as meditojnë rreth këtyre shembujve, me gjithë këtë rëndësitë e madhe, tregojnë me neglizhencën e tyre se ata nuk janë dietar. Nëse ata nuk njohin çështjet më të rëndësishme, atëherë për çështjet e tjera do të jenë më të paditur. Po të meditosh me kujdes, e kupton se shumica e çështjeve për të cilat Zoti ka sjellë shembujnë në Kur'an janë rreth bazave më të rëndësishme të fesë dhe besimit. Perëndia ka krijuar qiellin dhe tokën me qëllim të plotë, në këtë, me të vërtetë, ka argument për besimtarët. Allahu i krijoi qiellin dhe tokën me një qëllim urtësitë e madhe. Allahu i lartësuar është i vetëm në krijimin e qiellve dhe të tokës, me gjithë lartësinë, gjerësinë e thellësinë e tyre, me gjithë bukurinë dhe ato që ndodhen brenda dhe mes tyre, si dielli, ëna, yjet, melekët e tij. Ai e krijoi edhe tokën me gjithçka në të, malet, oqeanet, shkretyrat, unerat, pyjet e çdo gjallëse brenda saj. Të gjitha këto i krijoi me një qëllim dhe urtësitë e madhe. Ai nuk i krijoi kot, pa ndonjë qëllim e pa ndonjë dobi, por i krijoi që në të të zbatohet ligji i krijimit dhe ligji i shariatit të tij. Ai krijoi çdo gjë në funksion të mirësisë dhe kompletimit të saj për njerëzit. Ai e krijoi këtë madhështi që njerëzit të mund të shohin urtësinë, pushtetin dhe administrimin e tij të çdo gjëje që ekziston dhe kështu të binden dhe të jenë të sigurt që ai është i vetmi që meriton dashurinë e plotë dhe të gjitha adhurimet e përkushtimet e tyre. Vetëm ai duhet të jetë i adhuruari, të cilët duhet t'i përulen dhe ta madhërojnë dhe sipas vullnetit dhe ligjit e tij të jetojnë. Në këtë krijim ka argumente për ata që besojnë. Në të gjendën argumentet e shumta për qëllimet e larta dhe çështjet e rëndësishme të imanit. Nëse robi mediton për to, ka për të bindur plotësisht në çështjet e besimit të pastër dhe njësimit të Zotit. Lexo librin Kur'anin që të është shpallur ty dhe kryeje namazin. Namazi, me të vërtetë, të largon pengon nga korrupsioni dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Të përmendurit e Perëndisë është më e madhe lutje. Perëndia diçka punon ju. Kuntoje. E pasoje me përpikmëri atë që po të shpallën nga libri, Kurani dhe fali. Rregullisht namazin. Allahu i Madhëruar na urdhëron për të lexuar e pasuar shpalljen e tij, këtë libër madhështor. Ai porosit që të përmbushim udhëresat e tij dhe të largohemi nga ndalesat e tij. Na urdhëron që të ndjekim udhëzimet e tij dhe të shohim rrugën përmes dritës së tij. Ne duhet i besojmë ato që janë thënë në të, t'i lexojmë me kujdes fjalët e tij dhe të meditojmë thellë në kumtet e tij. Ne jemi urdhëruar të lexojmë librin e tij dhe të jetojmë sipas kumteve e udhëresave të tij. Ne vijmë, Allahu i lartësuar përmend konkretisht disa nga udhëresat e tij, duke treguar kështu rëndësinë dhe vlerën e madhe të tyre dhe për përfundimin e mirë që ato sjellin tek robi. Ai thotë, me të vërtetë, namazi të largon nga gjinat, e mëdha dhe ligësitë. Përmendja e Allahut është më e madhja e adhurimeve. Namazi sjell shumë dobi e mirësi për robin. Ai të ndalon nga dy gjëra, fashau, pra, nga gjinohet e mëdha dhe dëshirat e shfrenuara, që shpirti dëshiron t'i kryej. Munker, të keqijat ose të gëtha ato gjinohet që konsiderohen të tilla nga natyra e pastër dhe mendja e shëndosh. Por si është e mundur që namazi të ndaloj dhe ta ruaj robin nga këto të dyja? Nëse robi e përkryen namazin duke kompletuar shtyllat, kushtet e saktësisë e tij, si dhe frikë respektim për Zotin gjatë kryerjes së tij, atëherë zemra i ndriçohet dhe shpirti pastrohet dhe delirsohet. Kështu, atij i shtohet imani dhe i shtohet dëshira, ambicia dhe vullneti për të bërë edhe më shumë mirësi. Nga ana tjetër, paksohet ose zhduket dëshira për ligësinë. Në këtë mënyrë, ai që e përkryen vazhdimisht namazin në këtë formë, atëherë ai namaz do ta ndalojë nga veprat e shfrenuara dhe ligësitë. Dhe pikërisht ky është nga qëllimet kryesore të namazit. Këto janë frytet e pashmangshme të një namazi të përkryer e të plotësuar.
por në namaz gjendet një qëllim i cili është shumë më i madh dhe më i rëndësishëm se të gjitha këto, përmendja e Allahut gjatë tij. Gjatë namazit përmendet Zoti me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyr. Allahu i lartësuar i krijoi krijesat veçse që ta adhurojnë atë dhe adhurimi më i përkryer dhe më madhështor që i përkushtohet atij është pikërisht namazi. Në këtë lloj adhurimi janë bashkuar të gjitha gjymtyrët e robit për të shprehur adhurimin, përërsinë ndaj Allahut të lartësuar dhe madhërimin e tij. Për këtë arsye, Allahu thotë, përmendja e Allahut është më e madhe e adhurimeve. Sipas një mendimi tjetër, ka mundësi që me këto fjalë të jetë pasur për qëllim përmendja e Allahut jashtë namazit. Sipas këtij mendimi, pasi Allahu i madhëruar përmendi urdhrin për namazin dhe na tregoi rëndësinë e tij, vijoi të përmend dhikrin pas namazit dhe na tregoi se ai është më i rëndësishëm dhe më i dobishëm se sa thjesht namazi. Shumë mufesir e kanë parapëlqyer këtë qëndrim, por mendimi i parë është më i pranueshëm dhe i saktë, sepse nuk ka asnjë dyshim që falja e namazit është më e mirë dhe e rëndësishme se sa dhikri jashtë namazit. Arsye tjetër është se vetë namazi është mënyra më madhështore e përmendjes, adhurimit dhe madhërimit të Allahut. Allahu i di të gjitha veprat që bëni ju. Ai i di të gjitha gjërat që i bëni ju, si të mirat, ashtu edhe të këqijat dhe ka për t'ju dhënë shpërblimin me të plot për gjithçka që keni bërë. Dhe polemizoni me estarët e librit në mënyrën më të bukur, por ju me zullumçarët e tyre. Dhe thuani ju, na besojmë në atë që na është shpallur neve dhe në atë që është shpallur juve. Edhe Zoti ynë edhe Zoti juaj është një, dhe në atij i përulemi. Polemizoni me estarët e librit, kur i ftoni në fen tuaj veç ashtu si është më e mira, përveç atyre që janë të padrejtë. Allahu i lartësuar i ndalon polemikat me estarët e librit e krishterë e jeun. Nëse muslimani nuk sot rënd diturit të mjaftueshme dhe qetësi dhe nëse bëhet jo mbi baza dhe rregullat të qarta e të kënaqshme për një polemik të rregullt e korrekte. Ai na urdhëron që polemika me ta të bëhet në mënyrën më të mirë, me dituri, me edukat, uci dhe me fjalë të zgjedhura të kujdesshme, duke i ftuar në të vërtetën dhe duke u shfaqur bukurinë e saj, duke e refuzuar të kotën dhe duke nxjerrë në pa pavërtetësinë dhe kocsinë e saj, me fakte e argumenta të kuptueshme dhe me rrugët më të shkurtra. Qëllimi në të tilla polemika nuk duhet të jetë kundërshtimi, fitoria mbi kundërshtarin dhe dëshira për të dukur, por duhet të jetë qartësimi të vërtetë dhe udhëzimi i njerëzve. Megjithatë, nëse ndonjë nga estarët e librit dëshiron të polemizojë me qëllimin që të sjellë dëshime e të tregojë veten fitimtar, ky lloj njeriu duhet larguar sepse polemika me të nuk ka asnjë vlerë. Kjo lloj polemike nuk sjell realizimin e qëllimit të saj dhe thuaj unë, ne i besojmë shpalljes që na u zbrit neve dhe shpalljes që ju zbriti juve. Polemika me estarët e librit le të jetë e bazuar mbi faktin se ju besoni në të gjitha shpalljet e Zotit, si ato që ju zbritën juve, ashtu edhe ato që u zbritën më parë, dhe se ju besoni profetin tuaj dhe profetët e tyre, si dhe në faktin se ju besoni në një Zot e vetëm, që meriton të adhurohet. Këto janë disa baza mbi të cilat duhet të zhvillohet dialogu juaj. Dialogu nuk duhet të zhvillohet mbi cënimin e ndonjërit prej librave të Zotit ose mbi cënimin dhe mohimin e ndonjërit prej profetëve të Zotit. Kështu veprojnë veç se ignorantët, të cilët mohojnë çdo gjë që ka kundërshtari i tyre, e vërtet apo e kot qoftë ajo. Kjo është padrejtësi dhe shkelje e edukatës së detyrueshme të dialogut dhe polemikës. Është detyrë që të pranosh të vërtetën që është në dorën e kundërshtarit dhe të mos pohosh të kotën dhe të gabuarën. E vërteta nuk mund të refuzohet për shkak të atij që e thotë, edhe sikur të jetë qafir. Ndërtimi i dialogut me estarët e librit mbi bazat e përmendura me sipër është i dobishëm, sepse mund të sjellë pranimin nga ana e tyre të Kuranit dhe të profetit, që e solli këtë Kuranin nga Zoti. Ata do të jenë të detyruar ta pranojnë këtë, sepse Kurani sjell ato të vërteta fetare për të cilat kanë rënë dakord të gjithë profetët dhe librat e Zotit, të vërteta të cilat dialoguesit duhet t'i pranojnë që në fillim si të padiskutueshme. Nëse Kurani dhe Muhamedia ashtu si dhe librat e shkruar i kanë mbrojtur këto principe bazë dhe i kanë qartësuar dhe kumtuar me forcë ndër njerëz, atëherë ato duhen besuar, dhe po kështu duhen besuar të gjitha shpalljet dhe profetët që kumtojnë ato të vërteta. Në fakt, besimi në të gjitha shpalljet dhe në të gjithë profetët është prej veçorive të Islamit dhe muslimanëve. Ndërsa të thuash se besojmë këtë libër dhe nuk besojmë librin tjetër, edhe pse ai është i vërtetë dhe në përputhje me të gjithë librat e tjerë, kjo është padrejtësi dhe pabarazi. Madje kjo tregon se po mohon edhe librin dhe profetin që pretendon se e beson. Ai që mohon Kuranin, i cili është pohues dhe garantues i mesazheve të librave të mëparshëm, në fakt është mohues i ligjeve e librave të shkruar, edhe pse pretendon se i beson ato. Pastaj le të mendojnë me kujdes. Çdo argument nëpërmjet të cilit plotësohet profecia e çdo profeti dhe shërben si shenjë e vërtetësisë së tij, është përmbushur edhe për Muhamedit, madje në formën më të plotë. Gjithashtu, çdo dyshim që ngrej për profecinë e Muhamedit ase të njëjtat dyshime janë të detyruar të pranojnë edhe për profetët që i besojnë, madje edhe më shumë.
E nëse i refuzojnë ato dëshime për profetet e tyre, atëherë janë të detyruar të i refuzojnë edhe për Muhamedit AS. Madje për të drejtën e tij kjo është më e dukshme dhe e detyrueshme. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ne vetëm atij jemi dorëzuar. Ne jemi nështruar dhe dorëzuar tërësisht atij dhe jetojmë sipas urdhëresave të tij. Dhe dihet mirë se ai që beson Allahun, duke adhuruar si një të vetëm, beson në të gjitha librat dhe profetët e tij, i nështrohet Zotit dhe pason profetët e tij. Pikërisht ai është i lumtur. Çdo kush që devijon nga kjo rrugë është i humbur dhe po e çon veten drejt dëshpërimit dhe dënimit të Zotit. Dhe kështu ata kemi shpallur ty librin Kuranin. Atyre që u kemi shpallur librin Teuratin, besojnë në këtë Kurani. Disa nga mekasit besojnë në të Kurani, e ajetet tona i mojnë vetëm mohuesit. Po kështu, siç i zbritëm librat e mëparshëm, ne të zbritëm edhe ty librin. Kështu ta zbritëm ty këtë libër madhështor, që përmban lajmet e mëdha dhe fton në virtytet e larta dhe udhëresat e mrekullueshme të urta. Ky libër vërteton shpalljen e mëparshme dhe për këtë libër kanë njoftuar të gjithë profetët e shkuar. Ata të cilëve ne u kemi dhënë librin më parë, e besojnë këtë Kurani. Ata të cilët u patëm dhënë libër dhe kanë njohuri të plotë rreth tij, dhe të cilët nuk u preken nga smia dhe as nuk ndjekin dëshirat e tyre, ata besojnë këtë Kurani. Ata e besojnë atë, sepse janë të sigurt për vërtetësinë e tij, nga vetë ngjashmëria e ligjeve e porosive që gjenden në to, si dhe nga përgjizimet e profetëve të parë për këtë shpallje madhështore dhe këtë profet e fundit të kohës. Ata e dallojnë se ai është i vërtetë, sepse ata janë dietarë të dalluar në fushën e njohjes dhe dallimit të së mirës dhe të keqes, të vërtetës dhe gënjeshtës. Edhe nga këta, fiset arabe ka të tillë që e besojnë këtë Kurani. Ata kanë iman të vërtetë të nxitur nga dituria dhe siguria e plotë për të vërtetën, pra, jo të friksuar ose për ndonjë interes dinjaje. Argumentet tona i refuzojnë vetë jo besimtarët. Domethënë, vetëm ata që e kanë zakon ta refuzojnë padrejtësisht të vërtetën dhe të tregohen kryeneqë ndaj saj. Kjo ndodh vetëm nga ata që janë të mbushur me mojë dhe nuk kanë asnjë grim qëllimi për të gjetur të vërtetën dhe për ta pasuar atë. Atëherë, është e sigurt se çdo kush që ka një qëllim të mirë dhe synon vërtet që të gjejë udhëzimin, ka për ta gjetur atë udhëzim dhe ka për ta besuar këtë Kurani. E si të mos besojnë në këtë libër, i cili ka përmbledhur brenda tij argumente shumë të qarta për çdo njeri që ka logjik, që dëgjon me vëmendje dhe dëshmon vetëm të vërtetën. Ndër faktet që tregojnë për vërtetësinë e Kuranit është edhe fakti që atë solli prej Zotit një profet besnik, sinqeritetin dhe besnikërinë të cilët populli i tij e dinin dhe e njihnin shumë mirë. Ata e njihnin mirë atë njeri dhe e shihnin në të gjitha gjendjet dhe në jetën e tyre të përditshme. Për 40 vjet, që ai kishte jetuar mes tyre, ata e kishin parë dhe e dinin që ai nuk dinte të shkruante dhe as të lexonte ndonjë libër të shkruar. Kësaj, sjellja prej tij e një libri të tillë është nga më të qarta dhe të prera të argumente, që nuk pranojnë asnjë dyshim se ai është prej Zotit, që është nga njëntar dhe i lavdëruar. Dhe ti, para Kuranit nuk e lexuar kurfar libri, e as që ke shkruar me dorën tënde, se atëherë do të dyshonin të degeneruarit. Ti Muhammed nuk patë mundësi të lexoje ndonjë libër para këtij Kuranit, e as nuk patë mundësi të shkruaje ndonjëherë me dorën tënde të djathtë. Po ta kishe bërë këtë, atëherë ata që e refuzojnë të vërtetën, do të kishin ngritur dyshime. Nëse do të ishte e kundërta, pra, nëse ti do të dije të lexoje dhe të shkruaje, atëherë do të dyshonin dhe ngjanin pas siguri ata që gjithmonë refuzojnë të vërtetën. Ata do të thoshin që e mësojnë nga ndonjë libër tjetër ose e kopjoj prej tyre. Por nuk është as pak kështu. Ky libër u zbrit në zemrën tënde nga Zoti i botëve, i cili sfidoi të gjithë oratorët dhe elokuentet për të sjellë qoftë edhe një sure si ai, dhe ata mbeten të gjithë të paftë që ti përgjigjes sfidës, edhe pse ishin të mbushur me një urrëtie e armiqësi të papërshkrueshme, që i nxiste për të kundërtën. Madje nuk guxuan as ta mendojnë se mund të përballeshin me Kuranin, për vetë gradën e lartë dhe të paritshme të tij. E si mundet që fjala e një njeriu të mund të afrohet fjalës së Zotit të botëve apo edhe të përngjaj asaj? Pe çuditse. Jo, ai Kurani është me argumente të qarta në zemrat e tyre që u është dhënë dia, argumentet tona i mohojnë vetëm zullumçart. Por ja, Kurani është plot me argumente të qarta që ruajnë në zemrat e atyre të cilëve u është dhënë dituria. Kurani është një libër me ajete të qarta dhe jo të misteshme për zemrat e dietarëve, të cilët janë me të mirët e krijesave, me të mequrit dhe me të urtët. Ata janë me të kompletuarit mes njerëzve. Nëse në sytë dhe në zemrat e këtyre të zgjedhura ky libër është argument i qartë dhe dukshëm i vërtetë, atëherë ai duhet të jetë i pranuar si tillë edhe nga të tjerët. Mohimi i të tjerëve nuk e dëmton as pak madhështinë dhe vërtetësinë e tij. Madje, ky mohim është një padrejtësi dhe pausi e qartë. Argumentet tona nuk i mohon kush përveç të padrejtëve, sepse këtë libër e mohon vetë një i mirë,
që flet për të padituri dhe nuk ndjek rrugën e dietarëve, që dinë si të njohin të vërtetën dhe shenjat e saj. Ose e mohon ndonjë që bën sikur nuk di, e në fakt e di mirë se ai është i vërtetë, po me kokëforcë e refuzon atë. Dhe thonë, përse Muhamedit nuk i janë zbritur mrekulli nga Zoti i tij. Thuaj, mrekullit janë vetëm te Perëndia, e unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Ata thonë, përse nuk i zbret atij ndonjë shenjë, mrekulli nga Zoti i tij. Edhe këta mohues të padrejtë, që muan profetët dhe shpaljet që ata sollën prej Zotit, kërkojnë shenja dhe mrekulli me mendjet e qëllimet e tyre të prishura. Kjo e ngjan fjalës së Allahut, kur tregon për ata që thonë, ne nuk do të besojmë ty, derisa të na nxjerrësh burime prej tokës, ose të kesh kopshte me huma me rrush, e të bëshim mes e tyre të rrjedhë vazhdimisht shlumen, ose ashtu sikurse me thënë ti se do të na dënojë Zoti, le të bjerë mbi në qiellit copa, ose derisa të na sjellësh Allahun dhe melekët pra ne ti shohim aptazi, ose të kesh lëshëpi prej ari, ose të ngjitesh lart në qiell. Madje, edhe sikur të ngjitesh lart në qiell, ne nuk do të besojmë derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, i madhruar qoftë Allah. Amos, vallë, jam gjë tjetër unë, përveç se një njeri profet. Pejgamberit Isra 90:93. Kështu, përcaktimi i shenjave dhe mrekullive nuk është në dorën e tyre dhe as të profetëve. Kjo kërkesë ishte ndërhyrje në kompetencat e Zotit. Duke qenë e tillë, atëherë kërkesa e tyre ishte e kotë dhe një shmangje nga e vërteta. Thuaj, çështja e shenjave. Mrekullive është vetëm në dorë të Allahut. Nëse dëshiron, ai i zbret ato, nëse nuk dëshiron, nuk i zbret. Dhe unë nuk jam tjetër, përveç se paralajmërues i qartë. Unë nuk pretendoj të jem sipër kësaj grade. Nëse unë kam për qëllim dhe detyrë që të dalin e pa e vërteta dhe të dallohen nga e kota, atëherë kjo është realizuar me dërgimin tim dhe shpaljen që Zoti solli nëpërmjet meje. Me fjalë të tjera, nëse ajo që synohet është qartësimi të vërtetës nga e kota, me çfarë do mënyre që të bëhet ajo, atëherë kërkimi i shenjave e mrekullive të caktuara është një padrejtësi e dukshme dhe shprehje e mendjemallësisë para Zotit dhe refuzimi i padrejtësisë së vërtetës. Por edhe sikur të vendosë Zoti që t'i zbriste ato shenja që ju i kërkoni dhe propozoni, ky nuk do të ishte një iman i vërtet dhe i pranueshëm, që në momentin që ju e kushtoni besimin tuaj me to. Ky nuk është iman i vërtet dhe sakt, por është thjesht ndjekja e epshit dhe dëshirës tuaj, pra, jo sepse ai është i vërtet dhe sepse e meriton. Kështu, edhe sikur të supozoj që ju do të besoj pas zbritjes së shenjave, ai do të ishte një iman jo korrekt dhe solid, sepse nuk do të ishte i ndërtuar mbi njohjen dhe pranimin me bindje të së vërtetës, por për shkak të shenjave të dukshme. Duke qenë se qëllimi me dërgimin e profetëve është qartësimi i së vërtetës, Allahu i madhruar vjen që të na tregojë rrugën e saktë të arritjes së këtij qëllimi të madh. Ai thotë: "Vallë, a nuk më mjafton atyre që ne ta kemi shpallur ty librin, i cili u lexohet atyre? Me të vërtetë ne te kam mëshirë dhe këshill për popullin që beson. Po a nuk më mjaftoi atyre që ne të shpallën ty një libër që u këndohet atyre? Besnikërisht, a nuk mjafton atyre për të gjykuar drejt për besnikërinë tënde dhe vërtetësinë e shpalljes që tu dha ty, faktit që ne u kemi zbritur një libër madhështor që u lexohet atyre me besnikëri nga ana jote." Ky ajet është shumë i gjerë, me kuptime e kumte shumë të rëndësishme, edhe pse i shkurtër. Ne të ka argumente madhështore dhe një mesazh të mrekullueshëm. Sikurse e tham më sipër, thjesht fakti që profeti ishte umi nuk din të shkrijë me lexim dhe solli një libër të tillë, kjo do të ishte shenja më e madhe që tregon për sinqeritetin e tij. Pastaj, ata u treguan të pafuqishëm për t'ju kundërpërgjigjur sfidës për të sjellë një Kurani ose qoftë një sure si ai. Pastaj le të mendojnë se si profeti e shfaqi aptazi këtë Kurani ndër njerëz që ta dëgjonin të gjithë, edhe pse mbështetësit e tij ishin të pakët. Profeti kur nuk u thye dhe as nuk u spraps, me gjithë armiqtë të shumë që e luftonin. Ai e ngriti zërin duke u lexuar këtë Kurani aptazi, duke deklaruar se ky është libri dhe fjala e Zotit tim. Ai sfidoi të gjithë duke thënë: "A ka ndonjë që ka mundësi që ta kundërshtojë dhe të sjellë një fjalë të ngjashme me të, apo ta hedh poshtë?" Pastaj mendu pak për historitë e shumta të popujve të shkuar dhe të fshehta të shumta të së shkuarës dhe së armës, që ky Kurani përmend dhe që janë tërësisht në përputhje me realitetin. Gjithashtu, mendo për saktësimin që ai u bën librave dhe shpalljeve të shkuara, duke pohuar atë që është e saktë ka mbetur e tillë ndër ta dhe duke qartësuar atë që është ndryshuar dhe tjetërsuar nga duart e njerëzve. Shikozimin e drejtë që ai ofron në çdo fushë drejtim. Kur ai urdhëron për diçka, është e pamundur që mendja të thotë, sikur të mos urdhëronte për këtë. Edhe kur ndalon nga diçka, është e pamundur që mendja e shëndosh dhe natyra e pastër dhe e papërlyer të thotë, sikur të mos kishte ndaluar nga kjo. Çdo ligj e dispozite vendosur nga ai është me drejtësi e barazi, është në përputhje të plot me urtësinë, që arrin ta logjikojnë dhe pranojnë mendjet e pastra, të cilat shohin dhe gjykojnë drejt.
Mendja e shëndetshme dhe natyra e pastër gjykon me bindje se ligjet dhe udhëzimet e ofruara nga Kurani janë të vetme ligje e udhëzime që rregullojnë çështjet e krijesave në çdo vend e kohë. Çështjet e tyre rregullohen vetëm nëpërmjet tyre. Të gjitha këto janë meset e mjaftueshme për atë që dëshiron dhe synon të gjejë, të pranojë dhe të besojë të vërtetën, si dhe do sinqerisht për ta zbuluar dhe kuptuar atë. Allahu mos e kënaqet kur atë që nuk i mjafton Kurani dhe mos e shëroft atë që nuk e shëron Kurani, dalluese i së vërtetës nga e kota. Ai që udhëzohet me këtë Kurani ka për t'i mjaftuar ai, sepse ai është më i mirë se çdo gjë tjetër. Nuk ka dyshim se kjo është mëshirë e këshill për njerëzit që besojnë. Kjo do të ndodhë për shkak se ne të do të gjejnë dituri e mirësit e madha, pastrim për zemrat dhe shpirtat, pastrim e rregullin të besimit, plotësim të moralit të lartë dhe frymëzim të madh nga vetë Zoti, që do t'u japë dritë të kuptojnë shumë të fshehta dhe udhëzime që të tjerët nuk arrin t'i kuptojnë. Thuaj, mjafton Perëndia dëshmitar mes meje dhe jush. Ai diçka ka në qiell dhe në tokë. Ata që besojnë në idhujt rrjedhime e nuk besojnë në Perëndin, ata janë të humbur. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Unë kam sjell Zotin si dëshmitar dhe gjykues mes nesh, prandaj nëse unë do të isha gënjeshtar, atëherë mbi mua do të godiste dënimi i tij. Por duke qenë se ai më ndihmon e më mbështet mua, duke më bërë të triumfoj mbi armiqtë e mi dhe mi lehtëson të gjitha çështjet e mia, a nuk mjafton kjo si dëshmi nga vetë Zoti, të cilën ai e tregon me mënyrën se si më trajton? Nëse pretendoni se ju nuk e keni dëgjuar e as e keni parë dëshminë e Zotit, dijeni se kjo nuk ju mjafton si argument për qëndrimin tuaj mohues, sepse ai e di çka në qiellin e tokë. Nuk ka dyshim se atij nuk i fshihet gjendja ime dhe gjendja juaj, si dhe kjo që po ju them rreth mbështetjes dhe ndihmës që ai më ofron. Nëse ai dëgjon që unë them diçka të tillë padrejtësisht, ai kur nuk do të më lindte pa ndëshkuar, sepse ai është i përpushtetshëm dhe lënia e ndëshkimit të një mashtruesi do të ishte cenimi i diturisë, pushtetit dhe urtësisë së tij. I Madhëruari thot në një ajet tjetër, sikur ai të trillonte për në ndonjë fjalë, ne do ta kapnim atë me fuqinë tonë, pastaj do t'i ja kaputnim martërinë e zemrës, askush prej jush nuk do të mund të ndërhyjnë për mbrojtjen e tij. Aka 44, 47. Ata që besojnë të kotën e nuk besojnë në Allahun, pikërisht ata janë të humburit, sepse ata nuk kanë iman të saktë për Allahun, meleket, librat, profetët e tij dhe ditën e fundit. Kështu atyre ju ikin përfundimisht mirësitë e përjetshme të xhenetit. Ata janë të humbur se për çdo të vërtetë të mohuar ata sprovojnë në kotësinë që i mbulon me shëmtinë e saj. Për çdo mirësi që ju ikën prej duash, i pret një dënim i dhëmshëm, e kështu shkatërrojnë dhe humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e gjykimit. Dhe ata kërkojnë prej teje shpejtimin e dënimit. Sikur të mos ishte afati i caktuar, atyre do t'u kish arritur dënimi. Dhe, me siguri, atyre do t'u rje papritmas se nuk do ta hetojnë. Ata kërkojnë prej teje për shpejtimin e dënimit. Për ta, në këtë ajet, Allahu i lartësuar na tregon rreth ignorancës së atyre që mohojnë profetin dhe refuzojnë të besojnë shpalljen që ai solli prej Zotit. Ata të mirë thanë, na i përshpejtë dënimin. Duke treguar se nuk e besojnë diçka të tillë, ata thanë, kur do të realizohet ky premtim, nëse thoni të vërtetën. Yunus 48. Por Allahu i Madhëruar u thotë, sikur të mos ishte afati i caktuar. Nga Allahu, dënimi do t'u vinte menjëherë. Allahu i lartësuar ka vendosur një afat për dënimin e tyre dhe ai afat akoma nuk ka ardhur. Po të mos ishte ky afat i vendosur nga Zoti, dënimi do t'u vinte menjëherë, për shkak të mohimit të së vërtetës dhe kësaj sfide të paturpshme që i bëjnë Zotit. Sikur Zoti t'i ndëshkonte, sipas ignorancës së tyre, ai do të sillte një ndëshkim të shpejtë dhe të ashpër. Megjithatë, të mos nxitohet duke kërkuar përshpejtimin e ndëshkimit, se ai ka për t'u ardhur, siç thot Allahu, por ai sigurisht do t'u vi, por do t'u vi befas, atëherë kur ata nuk e presin. Dhe ndodhi vërtet ashtu siç njoftoi Zoti i Madhëruar, kur ata shkuan me këmbët e veta në luftën e Bedrit, duke u lëvduar para njerëzve dhe të bindur plotësisht se do t'i arrinin qëllimin. Allahu i Madhëruar i poshtëroi në atë luftë, kur u vran krerët e tyre dhe u goditën të gjithë armiqtë e profetit. Nuk mbeti shtëpi nga idhujtarët pa u goditur nga ajo fatkeqësi. Atyre u erdhi dënimi atëherë kur nuk e prisnin. Ata kërkojnë prej teje shpejtimin e dënimit, me të vërtetë, xhenemi do t'i përshijë gjithë mohuesit. Ata kërkojnë shpejtimin e dënimit, dhe ai do t'u vi. Edhe sikur ata të shpëtojnë dhe të mos i kap dënimin në këtë dynja, ata i pret dënimin në ahiret nga i cili nuk ka për të shpëtuar askush prej tyre, pavarësisht nëse në dynja ju jepet menjëherë apo ju shtyhet dënimi. Sigurisht, xhenemi ka për t'i rrethuar jo besimtarët nga të gjitha anët. Ata nuk mund të gjejnë rrugë dalje e shpëtim prej zjarrit. Ai ka për t'i përfshirë në flakë nga të gjitha anët, ashtu sikurse në këtë dynjë ata u pushtuan dhe u zhytën në gjinave të tyre, në pëshërsitë dhe mohimin e Zotit. Ai është një dënim i ashpër, në ditën kur t'i kaploj dënimin mbi ta dhe nën këmbët e tyre.
Dhe engjëlli thot, çijoni dënimin për atë që keni bërë. Ditën kur ata do t'i mbuloj dënimi, i zjarrit prej se larti dhe prej se poshminën këmbët e tyre, do t'u thuhet, çijojeni dënimin për atë që keni bërë. Punët tuaja tek këqija ju janë kthyer në dënim, që ju mbulon pikërisht ashtu siç u mbuluat nga mohimi i Zotit dhe gjinohet ndaj tij. O robërit e mi që keni besuar, me të vërtetë, toka ime është e gjerë, andaj më adhuroni vetëm mua. O robërit e mi që keni besuar, Allahu i drejtohet adhuruesve të tij, që besojnë atë dhe të gjithë profetët e tij, dhe thotë, toka ime është e gjerë, prandaj vetëm mua më adhuroni. Nëse ju ndalohet adhurimi i Zotit në një vend, largoni prej tij për të shkuar në një vend tjetër, atje ku i gjithë adhurimi i kushtohet Allahut një dhe të vetëm. Vendet ku mund të adhurohet Zoti janë të shumta dhe të gjera dhe i vetmi që meriton adhurimet tuaja është Allah. Çdo kush do të shijojë vdekjen dhe pastaj do të ktheheni tek unë. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen dhe, në fund, te ne do të ktheheni të gjithë. Vdekja do t'ju vijë dhe askush nga ju nuk mund ta shmangë atë. Pastaj të gjithë ju do të ktheheni tek Zoti, që do t'ju shpërblej sipas veprave tuaja. Zoti vjen dhe na tregon se si do t'i shpërblej ata. Na, ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, do t'i vendosin në pallatet e xhenetit, nën të cilët rrjedhin lumenjt, aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa i bukur është shpërblimi i punëtorëve. Por atyre që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, ne do t'u japim në xhenet banesa. Të larta, poshtë të cilave rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë, një shpërblim ky i shkëlqyer për ata që bëjnë punë të mira. Ata të cilët kanë besim të saktë dhe e vërtetojnë këtë besim me veprat e mira dhe adhurimet e sinqerta vetëm për Zotin dhe sipas kënaqësisë së Tij. Ai do t'i shpërblej me banesat më të larta dhe të bukura, ku do të gjejnë çdo gjë që ua dëshiron shpirti dhe u kënaq syt. Ai tregon se ata do të jetojnë dhe kënaqen përjetësisht. Sa të mira janë ato shpërblime në xhenetet e larta për ata që punojnë për hir të Allahut dhe i përkushtohen atij me adhurime. Por cilat janë cilësitë e këtyre fatumëve? Allahu i lartësuar thotë, të cilët kanë duruar dhe janë mbështetur te Zoti i tyre. Për ata të cilët bëjnë durim dhe vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Janë të durueshmit në përmbushjen e adhurimeve për Allahun e Madhëruar, që forcën për këtë gjetën vetëm duke i mbështetur Allahut të Madhëruar. Kur thuhet se ata bëjnë durim për të përmbushur dhe plotësuar adhurimin dhe bindjen ndaj Tij, kjo tregon se ata shpenzojnë çdo energji dhe mundësitë e tyre në këtë çështje dhe bëjnë një luftë shumë të madhe me shejtanin e mallkuar, që gjithmonë synon të cënojë diçka prej adhurimeve dhe ta zbëvë dobësoj përkushtimin e robit ndaj Zotit. Ndërsa këtu Allahu thotë, dhe vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Kjo tregon se sa të përkushtuar janë ata në mbështetjen tek Allahu dhe në lënien e çështjeve tërësisht në dorën e Tij. Kjo tregon se ata kanë mendim të mirë për Zotin, mendim ky që buron nga njohja dhe dituria e thellë për të. Ata janë thellësisht të përulur ndaj Tij dhe plot besim se Ai do t'i përmbush të gjitha veprat që ata ja dedikojnë Atij dhe do t'i pranojë ato me gjithë mangësitë e shumta. Mbështetja e plotë te Zoti është pjesë përbërëse dhe shoqëruese e durimit. Megjithatë, edhe pse durimi u përmend më parë, mbështetja te ukull u përmend në mënyrë të veçantë, sepse te ukull i është ai që jep jetë durimit dhe ushqen atë. Me fjalë të tjera, pa ndihmën e Zotit dhe forcën që jep Ai, nuk mund të realizohet durimi për të përmbushur detyrimet, udhëresat e për të lënë ndalesat. Mbështetja në Zotin është sekreti i forcës së adhuruesit, nëse jep sinqerisht gjithçka ka mundësi të jap. Sa shtazë ka, të cilat nuk e bartin me vete furnizimin. Perëndia i furnizon ato dhe juve. Ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Allahu i Madhëruar është krijuesi dhe furnizuesi i krijesave. Ai ka në dorë riskun e krijesave, qoftë atyre të forta, qoftë atyre që janë të dobëta. Ai thotë, sa gjallësa nuk kanë mundësi ta gjejnë riskun. Sa gjallësa që janë të dobëta nuk kanë forcë e aftësi të gjejnë riskun për veten e vet, por është Allahu i gjithëmshirshëm që ju ushqen e kujdeset për to në çdo çast. Është Allahu ai që ju ushqen edhe ato edhe ju. Të gjithë ju jeni krijesa nevojtare, që Zoti ju siguron ushqimin. Është ai që ju mundson riskun tuaj, siç është i vetmi ai që ju krijoi dhe administron të gjitha çështjet tuaja e përkujdeset për ju. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Atij nuk mund të fshihet asgjë. Asnjë gjallësë nuk shkatërohet nga mungesa e rrezikut dhe shkak për këtë jetë se Zoti nuk e di. Zoti di gjithçka dhe çdo gjë ndodh me lejen dhe diturinë e Tij të plotë, siç thotë i Madhëruari, nuk ka asnjë gjallësë në tokë që të mos ushqehet nga Allahu. Ai e di vendbanimin dhe vendpejjen e tyre. Gjithçka gjendet në një libër të qartë Liuj Mahfudh. O 6. Nëse i pyeti ata, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën dhe kush e nështroi diellin e hënën? Ata, me siguri, do të thonë Perëndia. Ka po aratisën atëherë. Nëse i pyet ata se, kush i krijoi qiejt e tokën dhe kush i nështroi diellin dhe hënën, ata do të thonë sigurisht Allahu. Atëherë,
Pse u shkoni pas trillimeve? Allahu ja shton riskun atij që do nga robërit e vet dhe ja pakson atij që ai do, sepse Allahu di gjithçka. Nëse i pyet ata se kush e lëshon shiun nga qielli dhe me të ngjall tokën, pasi ishte shkretuar, ata do të thonë Allahu. Thuaj, i gjithë lavdërimi i qoftë Allahut. Megjithatë, shumica e tyre nuk logjikojnë. Në vijim, Allahu i lartësuar sjell këto ajete si një argumentin për ata që refuzojnë të pranojnë njësimin e tij në uluhje me ritën e adhurimit, duke i ftuar ata të meditojnë në diçka që edhe vetë pranojnë, në faktin se Allahu është i vetmi në rububie. Kështu, nëse i pyet ata se kush i krijoi qiejt e tokën, kush i nështroi diellin dhe hënën, kush e lëshon shiun nga qielli dhe me të ngjall tokën pasi është shkretuar dhe në dorën e kujt është çdo çështje, ata do të thonë Allahu. Një dhe i vetëm është ai që i ka në dorë të gjitha këto. Ne i dëshmojmë të bindur se i dhujt nuk ka në dorë asgjë nga këto. Sa çuditshme është gjendja e tyre e mirë. Trillojnë në shpifin, duke adhuruar dikë që edhe vetë besojnë se është i pafuqishëm dhe nuk ka asgjë në dorë. Dije, pra, se janë pa me në kokë këta të mirë, që adhurojnë veç Allahu gjëra që nuk kanë asnjë gjë në dorë. Ata janë mendilet dhe pa logjik. A mund të gjesh me trodhtar se ai njeri që i ofrohet një guri, vari eti, që e di mirë që nuk ka asgjë në dorë, as dobi as dëm, nuk mund të krijojë as të japë risk, dhe sërish i përkushtohet atij me sinqeritet e përunisi, me adhurime e dedikime të kulluara, duke e bërë kështu shok e partner me Zotin, që është i vetë krijues e furnizues, i vetë që ka në dorë dobin dhe dëmin. Pi çuditse kur të shohësh të tillë kokëboshe trodhtar, thuaj, i lavdëruar qoftë Allahu, i cili e qartësoi udhëzimin nga devijimi dhe humbja. I lavdëruar dhe i lartësuar qoftë ai që e qartësoi kocsinë e rrugës së idhëtarisë për t'i paralajmëruar dhe ndriçuar rrugën e besimtarëve të mirë që i zgjodhi për veten e tij. I lavdëruar qoftë Allahu, i cili krijoi botën e sipërme dhe atë të poshtme dhe kujdeset vetë për riskun e krijesave dhe për çdo çështje të tyre. Allahu ja shton riskun atij që ai do dhe ja ngushton atij që ai do dhe këtë bën me urtësinë e tij, sepse ai e di mirë se çfarë është e mirë dhe i rregullon robërit e tij. Ai e di mirë për çfarë kanë nevojë ata. Perëndia i azgjeron furnizimin kujt të dojnë nga robërit e tij, e dikujt i azvogëlon. Perëndia, me të vërtetë, është i dijshëm për çdo gjë. U tefsiru sure El, Ankebut, ajet 61. Nëse ti i pyet ata, kush e ka zbritur ujin nga qielli, e me të e gjallëron tokën e shkretëruar, me siguri do të thonë ata Perëndia. Thuaj, falënderimi qoftë për Perëndin. Por, shumica e tyre nuk mendojnë. U tefsiru sure El, Ankebut, ajet 61. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se argëtim dhe lojë. Me të vërtetë, jeta e botës tjetër është jetë, sikur ta dinin ata këtë. Në këto ajete, Allahu i lartësuar na tregon rreth gjendjes së dynjas dhe ahiretit, duke na paralajmëruar që të ruhemi nga dynjaja dhe duke na inkurajuar të jemi asket dhe të nxisim mallin e dashurinë për ahiretin. Ai thotë, jeta e kësaj bote është vetëm dëfrim e lojë. Kjo është e vërteta e kësaj jete. Ajo i trazon zemrat me stolitë e bukuritë e saj dhe angazhon trupin për të luajtur me të. Kështu ndikon dynjaja në zemrën dhe trupin e njerëzve, sepse Allahu ka vendosur në këtë dynja stolje e zbukurime, kënaqësi e joshe të shumta. E që të dëshirat e shfrenuara që kjo dynja e zbukuruar ofron arrin të pushtojnë ato zemra që i kanë kthyer shpinën besimit në Zot. Ajo arrin të verbojnë me shkëlqimin dhe bukuritë e saj, sytë e atyre që janë të pavëmendshëm për ahiretin dhe as që e kujtojnë atë. Ajo arrin të nështrojë shpirtrat e të humburve dhe të mashtruarve, por shumë shpejt ajo do të falnitet dhe do të zhdukë tërësisht. Atëherë, ai që është i dashuruar pasaj ka për të provuar veç se pëndesë, dëshpërim dhe trishtim. Ndërsa jeta tjetër është e plot dhe pa të meta. Si e tillë, ajo jetë kërkon që trupat e atyre të lumturve të jenë në kulmin e fuqisë dhe gjallërisë, sepse ata do të krijohen për të jetuar përjetësisht. Si të tillë, ata kanë çdo gjë që e bën jetën të plotë dhe pa asnjë mamësi, në mënyrë që të shijojnë e përjetojnë të gjitha llojet e kënaqësive, si ato shpirtërore të zemrës, ashtu edhe ato trupore, si ushqimi, pija, marrëdhëniet e kënaqësisë etj. Të gjitha këto lloje të kënaqësisë janë të atilla që as syri nuk i ka parë, as veshi nuk i ka dëgjuar dhe as mendja e robit nuk i ka përfituar dhe fantazuar kurse jeta e vërtetë është vetëm jeta e botës tjetër. Ahireti, sikur ta dinin. Nëse do ta dinin dhe kuptonin, kur nuk do t'i jepnin përparësi dynjas kundrejt ahiretit. Nëse do të kishin mend, kur nuk do të braktisnin jetën e plotë dhe të përjeshme, me kënaqësi të plota e të pashëmbullta, për të jetuar këtë jetë të shkurtër të mangët, që është thjesht një lojë e dëfrimi përkohshëm. Kjo tregon se ata që dinë dhe kanë logjikë japin përparësi ahiretit kundrejt dynjas, sepse kanë dituri të plotë rreth të dy llojeve të jetës, si për dynjan, ashtu edhe për ahiretin. Kur të hipin në bark, i lutën Perëndis sinqerisht, e kur ai t'i sjellë shpëtojnë në tokë, përnjëherë ata i bëjnë shok atij.
Kur ata hepin në anije, I lutën sinqerisht Allahut. Por kur ai nxjerr ata në tokë, shëndosh e mirë, ata përsëri I bëjnë shok atij. Allahu I lartësuar u kujton idhujtarëve këtë gjendje, nëpër të cilën ata kalojnë dhe me të cilën shpesh përballen. Kur janë në vështirësitë e mëdha, kur janë mes dalgëve në oqeanin e frikshëm dhe friksohen seriozisht nga vdekja, ata I harrojnë të gjithë idhujt, të cilëve u lutën gjithmonë dhe fillojnë t'i lutën vetëm Allahut që t'i shpëtojë. Por kur ai u largon këtë rrezik dhe I shpëton, ata vijojnë përsëri t'i shoqërojnë idhujt, ata idhuj që nuk I shpëtuan nga vështirësia dhe as nuk u dha shpresë. Allahu I madhruar u kujton këtyre të mjerëve që të mendojnë pak në këtë fakt dhe që të vendosin që të jenë të sinqert me Allahun dhe ta lusin dhe adhurojnë atë si një dhe të vetëm, qoftë në kohë vështirësie, qoftë edhe në kohë mirësie qetësie. Kështu ata do të jenë besimtarë të mirë, që meritojnë shpërblimin e tij dhe do të jenë të ruajtur e të shpëtuar nga dënimi I tij, për të mohuar atë që u kemi dhënë edhe për të kënaqur. Shpejt do ta dinë ata. Kështu ata I mohojnë ato të mirat që u kemi dhënë dhe vazhdojnë të kënaqen me to. Me këtë idhujtari, edhe pas mirësisë që u kemi bërë duke I shpëtuar nga vdekja, ata tregojnë mosmirënjohjen për ato që u dhuruam dhe I kundërpërgjigjen të mirës me ligësi. Por, a nuk e kuptojnë të mjerët se ata thjesht janë afatizuar që të plotësojnë jetën dhe pjesën e kënaqësive të tyre në këtë dynjë? Nëse nuk pendohen, le ta dinë se ata thjesht janë lënë të vazhdojnë jetën dhe dëfrimet e tyre si kafshët, që nuk synojnë gjë tjetër, veç kënaqësive të barkut dhe të mishit e tyre, por shpejt do ta kuptojnë. Kur të vi koha që të largohen nga dynjaja, gjë që do të ndodhë patjetër, edhe sikur të vonohet, ata do të shohin dëshkimin e dhëmshëm dhe dëshpërimin që kur nuk do të ndahet më. Vallë, a nuk e vërejnë ata se ne e kemi bërë haramin Mekën të sigurtë, kurse njerëzit rreth tij po grabitin e mbytën. Vallë, apo besojnë ata në gjërat e kota, ndërsa dhuntin e Perëndis po e mohojnë. A nuk e shohin ata se ne e kemi bërë atë Mekën një vend të shenjtë të sigurt, kurse përreth saj njerëzit vërmbehen, plashkiten dhe vëriten. Në këto ajete, Allahu I lartësuar u tregon atyre mirësinë e madhe që ai u ka bërë në këtë vend të sigurt dhe të ruajtur. Ai ka bërë ata që të jenë prijesit në këtë vend, ku mbizotëron siguria dhe rreziku I bollshëm, ndërkohë që njerëzit dhe vendet rreth rrotull janë të mbushur me frikë e pasiguri, sepse vriten nga luftërat e pasiguria. Pse nuk përkushtohen që ta adhurojnë Allahun si një dhe të vetëm, atë që I siguron e ruan nga çdo frikë, nga uria dhe pasiguria? Atëherë, apo besojnë atë që është e kotë dhe të mirat e Allahut po I mohojnë? Pikëçuditse si është e mundur që të vazhdojnë me kocinë e shirkut dhe të fjalëve e veprave të tyre të kota dhe të braktisin dhe mohojnë mirësinë e Allahut. Pikëçuditse ku shkua mendja dhe logjika e tyre? Si ndodh që të parapëlqejnë humbjen kundrejt udhës së drejtë dhe të sigurt të Zotit? Pikëçuditse përse parapëlqejnë kocinë të palogjishme kundrejt të vërtetës dhe urtësisë? Përse zgjedhin dëshpërimin dhe fatkeqësinë dhe nuk zgjedhin lumturinë e mirësinë në të dyja jetët? Me këtë, ata tregojnë se janë krijesat me të padrejta dhe keqbërëse, siç thotë I madhruari. Kush është sullumçar më I madh se ai që trillon gënjeshtra kundër Perëndisë ose mohon të vërtetën që I ka ardhur? Vallë, a nuk është xhenemi vend për mohuesit? E kush është më I padrejtë se ai që shpif kundër Allahut? Këta të mirë trillojnë gënjeshtra për Allahun dhe I atribuojnë atij kotësia. Këta të mirë, edhe pse janë vetë të zhytur në humbje e kotësi, pretendojnë se e kota dhe humbja është ajo që thot Zoti dhe nuk e pranojnë të vërtetën që vjen prej Tij dhe mohon të vërtetën pasi ajo ka ardhur. E qartë, ata refuzojnë shpalljen që Zoti I adhuroi profetit e Tij. Por le ta dinë këta të mirë se ata po I prej xhenemi, atëherë, a nuk është xhenemi vendi I jo besimtarëve? Atje do të marrin atë që meritojnë, për shpifjet dhe refuzimin e së vërtetës, atje do të poshtërohen dhe ai do të jetë vendqëndrimi I tyre I përhershëm, nga I cili nuk do të dalin kurrë. Ata që luftojnë përpiqen për të mirat tona, na me siguri do t'i udhëzojmë në rrugën tonë. Perëndia, me të vërtetë, është me të mirët. Ndërsa ata të cilët luftojnë për lartësimin e fjalës sonë, këta janë ata që emigrojnë për hir të Allahut dhe luftojnë armiqtë e besimit. Ata shpenzojnë çdo forcë e mundësi për kënaqësinë e Allahut dhe për lartësimin e fesë së Tij. Ata që luftojnë dhe përpiqen në këtë rrugë, ne do t'i drejtojmë patjetër në rrugët tona, në ato rrugë që I sjellin tek ne, sepse ata janë bamirë, sepse, sigurisht, Allahu është me bamirësit. Zoti është me ata me ndihmën, fituren dhe udhëzimin e Tij. Kjo tregon se njerëzit më të meritueshëm për Tija çalluar të vërtetës janë ata që përpiqen dhe përmbushin gradat e xhihadit. Ati që përpiqet të përmbushë me besnikëri urrësat e Zotit, ai ka për t'i lehtësuar rrugët e udhëzimit të plot. Gjithashtu, ai që përpiqet dhe lodhet në kërkimin e diturisë fetare, atij do t'i mundsohet një udhëzim dhe ndihmë shumë e madhe për t'i arritur synimet e larta dhe diturinë rreth Zotit, shumë më tepërse sa do t'i arrinte me lodhjen dhe mendimin e tij. Atij do t'i lehtësohen rrugët e marrjes dhe nxënjes së diturisë fetare.
Nuk ka dyshim se kërkimi i diturisë fetare konsiderohet si xhihad në rrugën e Zotit, madje ai është një nga dy llojet e xhihadit, që e realizojnë vetë me të daluarit dhe me të zgjellurit e krijesave. Ky është xhihadi me dituri dhe fjalë kundër mohuesve dhe munafikëve. Ky është xhihadi për t'u mësuar njerëzve çështjet e fesë së tyre dhe për t'i treguar vendin dhe hedhur poshtë në fakte dyshimet dhe kundërshtitë e armiqve të së vërtetës, edhe sikur ata të jenë nga mesi i vetë muslimanëve. Të përfundon tefsiri i surës Ankebut me ndihmën e Allahut të Lartësuar.